Shiu rëkefte si lot nga qielli i hirt i Marsit, duke goditur me forcë gurin e ftohtë të varrezave. Era e lagësht përcillej me erën e florinjve të freskët dhe të dheut të rëmuar. Lara rrinte e pa lëvizur përpara arkivolit të zi, duke mbajtur në krah vajzën e saj 15 vjeçare, Elinun, që dridhej nga të qarat. Në krahun tjetër, djali i saj 18 vjeçar, Ardiani, përpiqej të dukej i fortë, por sytë e tij të skuqur tradhtuan dhimbjen që po e gëronte nga brenda. "Baba, jo baba", po shpërinte Elina, duke u përpjekur të çlirohej nga krahët e nënës për t'u afruar arkivolit. Lara e mbante fort, edhe pse vetë ndjente se këmbët po i lëshonin. Ishin mbledhur rreth 150 njerëz, kolekt të Markut nga puna, fqin, miq të vjetër, familjar të largët, të gjithë me veshje të zeza, me fytyra të shtrënguara nga dhimbja, me dorë në zemër. Marku kishte qenë një nga njerëzit më të dashur të lagjes, arkitekt me emër, baba i përkushtuar, bashkëshorti i devotshëm, kështu e njihnin të gjithë, kështu mendonte edhe Lara, derisa bota e saj u shemb plotësisht në atë mëngjes të ftohtë marsi. Prifti kishte filluar të lexonte lutjen e fundit. Zëri i tij i thellë mbushte ajrin e rënd të varrezave. Zoti jep, Zoti merr. I bekuar qoftë emri i Zotit. Fjalët i ngëllonin si një jehon e largët në veshët e Larës. Asgjë nuk kishte kuptim më. Marku, burri i saj për 20 vjet, babai i fëmijëve të saj, shpirti i shpirtit të saj, kishte vdekur pa pritur nga një atak në zemër 3 ditë më parë, në moshën vetëm 46 vjeçare. Ishte mëngjesi i zakonshëm shtatori. Marku kishte pirë kafen e tij, kishte puthur Larën në ball ashtu si bënte çdo mëngjes dhe kishte dalë për në zyrë. "Të dua zemra ime", i kishte thënë në prag të derës. Ato ishin fjalët e fundit që Lara dëgjoi nga goja e tij. 4 orë më vonë telefoni kishte rënë. Një zë i tronditur i sekretares Markut. "Zonja Marku, ju lutem, e jani menjëherë në spital. Zoti Marku, ai u përkul mbi tavolinë dhe..." Lara nuk mbante mend asgjë tjetër. Korriku në spital, korriku përmes korridoreve të bardha që ernin dezinfektant, pastaj fytyra e mjekut që tundej me kokë. "Na vjen shumë keq, kemi bërë çdo gjë që ishte mundur." Zemra e tij thjesht ndaloi. Si mund të ndalohet një zemër kaq e fortë? Si mund të ndalohet një zemër që rrihte për familjen, për ëndrat, për dashurinë? Lara ende nuk e kishte pranuar. Ndoshta kjo ishte një ëndër e keqe. Ndoshta do të zgjohej dhe Marku do të ishte atje pranë saj në shtrat, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen e tij të butë që e bënte botën të dukej më e bukur. Por kjo nuk ishte ëndër. Kjo ishte realitet. Dhe realiteti ishte akoma më i tmerrshëm nga çdo ëndër e keqe që mund të kishte përjetuar ndonjëherë. Dhe tani, le të përulemi për lutjen e fundit. Zëri i priftit e ktheu Larën në të tashmen. Njerëzit filluan të uleshin kokat. Disa prej tyre qanin haptas. Mësuesja e Linës kishte ardhur, gjithashtu edhe trajneri i futbollit të Ardianit. Familja Larës, motra e saj, Drita, me burrin e saj, prindrit e saj të moshuar që mezi rrinin në këmbë, të gjithë ishin atje. Për pastaj, diçka e çuditshme ndodhi. Një grua shfaqet në skajin e turmës. Lara e vuri re nga qoshja e syrit. Ishte e veshur me një fustan të zi të thjesht, me një shami të zezë në kokë që i mbulonte pjesërisht fytyrën. Mbante në dorë një tuf me trëndafila të bardhë. Ecte ngadalë, me hapa të ngurta, si dikush që po luftonte me vetveten nëse duhej të ishte atje apo jo. Askush tjetër nuk e vuri re menjëherë. Të gjithë ishin të përqendruar në arkivol, në lutje, në dhimbjen e tyre. Por Lara e ndjeu. Ndonjëherë, kur je në kulmin e dhimbjes, shqisat të mpreheshin në mënyrë të çuditshme. Ajo ndjeu se diçka nuk ishte në rregull. Gruaja vazhdoi të afrohej. Tani Lara mund ta shihte më qartë. Ishte e re, ndoshta në fillim të 40-ve. E bukur, me tipare delikate, me sy të kaltër që ishin plot me lot.
por kishte diçka tjetër në ato sy. Një dhimbje aq e thellë, aq e papërshkrueshme, saqë Lara e ndjeu se nuk mund të ishte thjesht një e njohur apo kolegja. Prifti përfundoi lutjen. Amen, thanë të gjithë në kor. Erdhi momenti që Lara e kishte friksuar më shumë, momenti kur Arkivoli do të ulej në tokë për gjithmonë. Ardiani dhe 3 kushërinjtë e tij morën litarët. Sytë e Ardianit ishin plot lot, por ai nuk e lejoi asnjë të rrokullisej. Duhet të jemi fort për nënën dhe motrën, kishte thënë para ceremonisë. Ngadalë, shumë ngadalë, Arkivoli filloi të zbret. Elina bërtiti. Jo, ju lutem jo, mos e merrni babain tim. Lara e mblodhi më fort, duke qartë tani edhe vetë me të madhe. Dhe u filloi të binte mbi Arkivol. Plak, plak, plak. Çdo tingull ishte si një shigjet në zemrën e Larës. Dhe pikërisht në atë moment, gruaja me shami të zezë bëri një hap përpara. Prisni, tha ajo me një zë që dridhej, por që ishte aq i fortë sa që të gjithë e dëgjuan. Njerëzit kthyen kokën. Prifti pushoi. Ardiani dhe kushërinjtë e tij ngritën syt. Lara ngriti kokën nga flokët e Elinës dhe e pa gruan që tani ishte vetëm disa metra larg. Gruaja hoqi shamin nga koka. Flokët e saj të zinj ranë mbi shpatulla. Ajo i kishte sytë e kuq nga të qarit. Fytyra e zbehur. Buzët që i dridheshin. Trëndafilat e bartë në duart e saj dukeshin si fantazma në errësirën e ditës së vrenjtur. Kush është ajo? Përshpëriti Drita, motra e Larës, duke ia shtrënguar krahun. Lara nuk tha asgjë. Nuk mund të fliste. Kishte diçka në mënyrën se si ajo grua po shikonte Arkivolin, diçka në dhimbjen e saj, që e bënte Larën të ndjente një frikë të thellë, iracionale. Gruaja bëri disa hapa të tjerë përpara. Tani ishte shumë afër Arkivolit. Ajo ra në gjonjë në dhe të lagësht, duke mos u kujdesur që fustani i zi po i njomej. Mbylli syt, dhe pastaj me një zë që erdhi nga thellësitë e shpirtit të saj, tha fjalët që do të shndronin çdo gjë. Marku im, shpirti im, si do të jetoj pa ty? Heshtje, heshtje absolute. Pastaj gruaja hapi syt, ktheu kokën dhe i shikoi të gjithë, njëri nga njëri, derisa sytë e saj u ndalën tek Lara. Dhe me atë zë që dridhej nga emocioni, por që ishte kristal i qartë, ajo tha: ai ishte edhe burri im. Koha u ndal. Era pushoi së fryr. Edhe shiu dukej se u ndal për një moment. Të gjithë qëndruan të ngrirë, duke përpunuar atë që kishin dëgjuar sapo. Lara e ndjeu botën të rrotullohej. Këmbët po i lëshonin. Zemra po i rrithe aq fort sa mendoi se do të plasej. Çfarë tha ajo? Mundohu të pyeste, por zëri nuk i doli. Gruaja me trëndafila të bardhë u ngrit në këmbë. Ajo nuk e hoqi shikimin nga Lara. E di që kjo është e tmerrshme. E di që nuk është vendi dhe as koha. Por nuk mund mos vija. Nuk mund mos i them lam të mirë brurit tim, Marku tim. Jo, përshpëriti Lara duke tundu kokën. Jo, kjo nuk është e vërtet. Marku është burri im, vetëm im. Unë e di sa e dhimbshme është kjo për ty, vazhdoi gruaja, dhe tani lot po i rrëkonin lirisht në faqe. Por e vërteta duhet të dalë në dritë. Marku dhe unë kemi qenë bashkë për 8 vjet. Ne kemi një jetë bashkë. Ai vinte tek unë çdo javë. Ne kemi një djalë 6 vjeçar që po pret babain e tij të kthehet në shtëpi. Jo, tani bërtiti Lara, një bërtitje që erdhi nga thellësitë e shpirtit të saj. Gënjeshtare, ti je gënjeshtare, largohu nga këtu. Ardiani ja la litarin një kushërirri dhe u vrapua te nëna e tij. Nën, qetësohu, ju lutem. Por si mund qetësohej? Si mund qetësohej kur bota e saj po shkatërrohej në çdo sekond? Kur çdo besim, çdo kujtim, çdo moment i lumtur po bëhej i dyshimt? Gruaja me trëndafila vazhdoi të qante. Emri im është Klara. Marku dhe unë u njohëm 8 vjet më parë në një konferencë arkitektësh në Durrës. Ai më tha se ishte i ndarë. Më tha se bashkëshortja e tij e kishte lënë, se po jetonin të ndarë, se divorci ishte në proces. Unë e besova,
Pse nuk do ta besoja? Ai ishte kaq i sinqert, kaq i dashur, kaq i përkushtuar. Pastaj gruaja hapi syt, ktheu kokën dhe i shikoi të gjithë, njëri nga njëri, derisa sytë e saj u ndalën tek Lara. Dhe me atë zë që dridhej nga emocioni, por që ishte kristal i qartë, ajo tha: "Ai ishte edhe burri im." Koha u ndal. Era pushoi së fryrë. Edhe shiu dukej se u ndal për një moment. Të gjithë qëndruan të ngrirë, duke përpunuar atë që kishin dëgjuar sapo. Lara e ndjeu botën të rrotullohej. Këmbët po i lëshonin. Zemra po i rrithe aq fort sa mendoi se do të plasej. Çfarë tha ajo? Mundohu të pyeste, por zëri nuk i doli. Gruaja me trëndafila të bardhë u ngrit në këmbë. Ajo nuk e hoqi shikimin nga Lara. E di që kjo është e tmerrshme. E di që nuk është vendi dhe as koha. Por nuk mund mos vija. Nuk mund mos i them lam të mirë brurit tim, Marku tim. Jo, pëshpëriti Lara duke tundu kokën. Jo, kjo nuk është e vërtet. Marku është burri im, vetëm im. Unë e di sa e dhimbshme është kjo për ty, vazhdoi gruaja, dhe tani lot po i rrëkonin lirisht në faqe. Por e vërteta duhet të dalë në dritë. Marku dhe unë kemi qenë bashkë për 8 vjet. Ne kemi një jetë bashkë. Ai vinte tek unë çdo javë. Ne kemi një djalë 6 vjeçar që po pret babain e tij të kthehet në shtëpi. Jo, tani bërtiti Lara, një bërtitje që erdhi nga thellësitë e shpirtit të saj. Gënjeshtare, ti je gënjeshtare, largohu nga këtu. Ardiani ja la litarin një kushërirri dhe u vrapua te nëna e tij. Nën, qetësohu, ju lutem. Por si mund qetësohej? Si mund qetësohej kur bota e saj po shkatërrohej në çdo sekond? Kur çdo besim, çdo kujtim, çdo moment i lumtur po bëhej i dyshimt? Gruaja me trëndafila vazhdoi të qante. Emri im është Klara. Marku dhe unë u njohëm 8 vjet më parë në një konferencë arkitektësh në Durrës. Ai më tha se ishte i ndarë. Më tha se bashkëshortja e tij e kishte lënë, se po jetonin të ndarë, se divorci ishte në proces. Unë e besova. Pse nuk do ta besoja? Ai ishte kaq i sinqert, kaq i dashur, kaq i përkushtuar. Jo, tha Lara, duke u ngritur në këmbë me ndihmën e dritës. Ajo me zimbante ekuilibrin, por kishte një vendosmëri të re në sytë e saj. Nëse kjo grua pretendon se Marku ishte burri i saj, nëse ajo pretendon se kanë një fëmijë bashkë, atëherë ajo duhet të provojë, do të provojë para të gjithëve, këtu, tani. Klara preku qesen e saj dhe nxori një telefon. Me duar që i dridheshin, ajo e hapi dhe filloi të kaloj fotografi. Pastaj e zgjati telefonin drejt Larës. Lara mori telefonin me ngurrim. Ajo pa dhe zemra ju ndal. Ishte një fotografi e Markut. Marku i saj, burri i saj, duke mbajtur në krah një foshnjë të vogël. Marku po buzëqeshte, një buzëqeshje e pastër, e lumtur, plot dashuri. Dhe në sfond, pak e zbehur, por ende e dukshme, ishte Klara, duke shikuar Markun dhe foshnjën me një dashuri aq të pastër, sa që ishte dhimbshme të shikohej. Zgjero, tha Klara me zë të qetë. Lara zgjeroi foton me gishtat që i dridheshin. Në qoshet të fotos kishte një datë, 15 shkurt 2019. Shiko të tjerat, tha Klara. Lara kaloi në foton tjetër. Marku duke luajtur me një djalë rreth 3 vjeç në një park. Foto tjetër, Marku duke ushqyer një djalë 4 vjeç. Foto tjetër, Marku duke puthur në balli një djalë 5 vjeçar përpara se të flinte. Çdo foto ishte një provë, çdo foto ishte një pjesë e një jete që Lara nuk e kishte ditur asnjëherë. Një jetë paralele, një familje paralele, një dashuri paralele. Mjaft, tha Lara, duke ja kthyer telefonin me një lëvizje të shpejtë. Ajo nuk mund të shikonte më, nuk mund ta duronte më. Drita e mori telefonin dhe kaloi disa foto. Pastaj ja kaloi burrit të saj, i cili ja kaloi dikujt tjetër. Telefoni kaloi nga dora në dorë, dhe me çdo person që e shihte, përshpërimat filluan. O Zot, nuk mund ta besoj. Marku, me të vërtetë se... Por si?
Elina arriti të merrte telefonin. Ajo pa foto dhe filloi të qante edhe më fort. Jo, baba nuk do të bënte kështu, baba na donte, vetëm ne. Klara u afrua ngadalë Elinës. Ai të donte shumë, por ai donte edhe Noelin. Zemra e tij ishte mjaftueshëm e madhe për të dashur më shumë se një familje. Ajo ishte tragjedia e tij. Mos e prek motrën time, tha Ardiani duke u vënë përpara. Por zori i tij nuk ishte më kërcënues, ishte i thyer, i dërmuar. Klara u tërhoq. Nuk kam ardhur për të shkaktuar më shumë dhimbje. Kam ardhur sepse Marku ishte edhe pjesa ime e jetës. Kam ardhur sepse kam të drejtë të zi për të ashtu si gjithë ju. Kam ardhur sepse djali im ka të drejtë të di ku është varrosur babai i tij, që një ditë mund të vijë dhe të vendos lule. Djali yt nuk ka asnjë të drejtë këtu, tha Drita me ashpërsi. Marku kishte një familje të vetme ligjore, Lara dhe fëmijët e tyre. Ti e thjesht një dashnoret? Plotësoi Klara me një zë të hidhur. Po, kjo është ajo që jam, apo jo? Dashnoret, gruaja tjetër, sekret e ndyrë. Por ajo që nuk e kuptoni është se unë nuk e dija. Për 8 vjet unë mendoja se isha bashkëshortja e tij e ardhshme. Ai më premtoi martesë, ai më tha se ishim një familje. Edhe unë jam viktime gënjeshtrës së Markut. Këto fjalë prekën diçka në Larën. Për një moment, përmes urrëties dhe dhimbjes, ajo e pa Klarën ndryshe. E pasi një grua që gjithashtu kishte qenë e gënjur, që gjithashtu kishte jetuar në një iluzion, që gjithashtu po vuante tani humbjen e njeriu që donte. Por pastaj, imazhi i fotos së fundit që kishte parë, Marku duke puthur në ballin djalin tjetër, i u rikthye në mendje, dhe zemërimi ju kthye me forcë të blotë. Dua që të largohet, tha Lara me një zë të qetë, por të fortë. Dua që të largohet tani. Nuk më intereson nëse po thotë të vërtetën apo gënjen. Kjo është ceremonia e varimit të burrit tim dhe ajo nuk i përket këtu. Lara, filloi Prifti. Jo, e preri Lara. Mjaft. Ajo thatë që kishte për të thënë. Ajo e patë që donet të shihte. Tani duhet të largohet dhe të na lejoj të varrosim në paqe. Klara mbeti për një moment. Ajo i shikoi të gjithë, Larën, Ardianin, Elinën, familjen e mbledhur, miqt. Pastaj shikimi i saj ul tek arkivoli. Lam të mirë dashuri ime, tha ajo me një zë aq të butë sa që mezi dëgjohej. Shpresoj që atje ku je tani, ke gjetur paqen që nuk mund ta gjene këtu. Shpresoj që nuk je më i ndarë, i dërmuar nga sekrete. Shpresoj që më fal që erdha sot, por nuk mund të mos vija. Të dua, të kam dashur, dhe do të vazhdoj të dua derisa zemra ime të ndaloj së rrahuri. Ajo u kthye për t'u larguar, por para se të bënte 2 hapa, Ardiani e thiri. Prit. Klara u kthye. Ardiani u afrua. Ai e shikoi për një kohë të gjatë, duke studiuar fytyrën e saj, duke kërkuar ndonjë shenjë gënjeshtre, por nuk gjeti asnjë. Ajo që gjeti ishte vetëm dhimbje e pastër, e thellë, e çmendur. Si quhet djali yt? Pyeti Ardiani. Noel, u përgjigj Klara me lot në sy. Marku deshti ta quante Noel sepse u lind në dimër, dhe ai tha se ishte dhurata më e madhe që kishte marrë ndonjëherë. Ardiani lëshoi një tingull, një lloj të qari, apo një lloj të qeshurit të hidhur. Ishte e vështirë të dallohej. Ai më tha një herë se emri Noel ishte i bukur. Ishte para disa vitesh. Nuk e kuptova pse përmendi. Tani e kuptoj. Ardian, çfarë po bën? Pyeti Lara me alarm në zë. Po mësoj të vërtetën, nën, tha Ardiani pa e hequr shikimin nga Klara. Po mësoj kush ishte me të vërtet babai im. Babai yt ishte një burr i mirë, që bëri një gabim, tha Klara me shpejtësi. Mos e gjyko shumë ashpër. Ai ju donte juve shumë. Çdo gjë që ai bëri, çdo gënjeshtër që tha, ishte sepse donte t'i mbrojë të gjithë nga dhimbja. Por në fund, tha Ardiani me hidhërim, ai shkaktoi më shumë dhimbje se çdo gënjeshtar mund të parandalonte. Klara mbajti syt. Po, ke të drejtë. Një heshtje e rënë rambi varrezat. Shiu kishte pushuar krejtësisht tani, por qielli mbeti i vrenjtur, i zi, si një mbulesë vajtimi mbi të gjithë. Elina, e cila kishte qenë e heshtur për një kohë, foli papritur. Zëri i saj ishte i vogël, i thyer. A është Noel si unë? Klara e shikoi vajzën e re me butësi. Ai ka sytë e babait të tij, ashtu si ti. Ai e do futbollin, ashtu si vllai yt. Ai është i ndjeshëm dhe i dashur, ashtu si që imagjinoj se je edhe ti.
A e dia I për ne? Pyeti Elina. Klara tundi kokën. Jo, unë nuk I kam folur asnjëherë për ju. Doja ta mbroj, doja t'jepja një fëmijëri normale, pa komplikime. Tani nuk e di si ta them. Si ti them një djali 6 vjeçar që babai I tij që sapo vdiq kishte një familje tjetër? Sa I ka një vlla dhe një motor që nuk I ka takuar asnjëherë? Elina filloi të qante përsëri. Lara e mbylli në krah, por edhe vet po qante, jo vetëm nga dhimbja e humbjes, por nga tradhtia, nga gënjeshtra, nga realizimi se 20 vjet e jetës së saj kishin qenë të ndërtuara mbi një iluzion. Prifti u afrua Klarës. Vajzime, e kuptoi dhimbjen tënde, por ndoshta do të ishte më mirë për të gjithë nëse do të largohesh tani. Le t'japim kësaj familje mundësinë të përfundojë ceremoninë. Klara mbajti syt. Faleminderit atë, keni të drejtë. Ajo u kthye për t'u larguar, por pastaj ndaloi dhe foli pa u kthyer. Nëse ndonjëherë doni të takoni Noelin, nëse ai do dojë të takojë vëllezërit e tij të gjysëm, unë do të jem këtu. Jo për mua, por për të. Ai ka të drejtë të di se ka familje. Dhe me këto fjalë Klara u largua, ecur ngadalë përmes varrezave, duke u zhdukur ndërmjet gurve të varrit të pemëve të mëdha. Silueta e saj u zhbe në mjegull që fillonte të zbriste, derisa ajo u bë vetëm një hije, dhe pastaj asgjë. Ceremonia vazhdoi, por asgjë nuk ishte I njëjtë. Fjalët e priftit tingëllonin të zbrasta, lutjet ishin të boshte. Kur arkivoli përfundimisht ul në tokë dhe dheu filloi të hidhet mbi të, Ndjeu se nuk po varonte vetëm burrin e saj, por edhe të gjithë jetën që mendonte se kishte pasur. Njerëzit filluan të largohen ngadalë, duke I shtrënguar dorën Larës, duke murmuritur fjalë ngushëllimi, që tingëllonin të padobishme tani. Ç'gushëllim mund të kishte për tradhtin? Ç'gushëllim mund të kishte për gënjeshtrat që kishin zgjatur për vite? Drita mbeti pranë motrës së saj. Do të vish në shtëpinë tonë, tha ajo me vendosmëri. Ti dhe fëmijët. Nuk mund të ktheheni në atë shtëpi sonte. Por Lara tundi kokën. Jo, duhet të kthehemi në shtëpi. Duhet të përballemi me të, duhet të kërkojmë përgjigje. Cilat përgjigje, Lara? Marku ka vdekur. Ai nuk mund të japi përgjigje më. Por shtëpia e tij mund, tha Lara me një vendosmëri të re në zë. Duhet të ketë diçka atje. Letra, dokumenta, mesazhe. Ai nuk mund ta ketë fshehur kaq mirë çdo gjë. Kur u kthyen në shtëpi, ishte tashmë mbrëmje vonë. Shtëpia e tyre, një vila e bukur me 2 kate në një lagje të qetë, dukej e huaj papritur. Çdo gjë dukej e njëjtë nga jashtë, por brenda, Lara e dinte se asgjë nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Elina u ngjit menjëherë në dhomën e saj dhe mbylli derën. Ardiani shkoi në kuzhinë dhe ul në tavolinë, duke vënë kokën në duar. Lara mbeti në hyrje duke shikuar rreth saj. Kjo ishte shtëpia ku kishin jetuar për 15 vjet. Këtu, Elina kishte bërë hapat e saj të parë. Këtu Ardiani kishte thënë fjalën e tij të parë, baba. Këtu ata kishin festuar ditëlindjet, krishtlindjet, përvjetorët. Këtu kishin qeshur, kishin qarë, kishin dashur. Por tani, çdo kujtim ishte I ndotur. Çdo moment I lumtur kishte një hije dyshimi mbi të. Kur Marku I kishte dhuruar ato vath të diamantit për përvjetorin e tyre të 10, a kishte dhuruar diçka edhe për Klarën? Kur ai kishte thënë, të dua çdo mbrëmje përpara se të flinte, a kishte thënë të njëjtat fjalë për Klarën 1 orë më parë në telefon? Lara shkoi në zyrën e Markut. Ishte një dhomë e vogël në katin e dytë, plot me libra arkitekture, planerime, drafta. Tavolina e tij e punës ishte e mbushur me letra. Lara u liborë mbi sipërfaqen e tij dhe e ndjeu se po dridhej. Pse, Marku? Përshpëriti ajo në errësirën e dhomës. Pse e bëre? Nuk të mjaftova, nuk ishin fëmijët tanë të mjaftueshëm. Natyrisht, nuk erdhi përgjigje, vetëm heshtja e rëndë e shtëpisë. Ajo filloi të hapte sirtaret e tavolinës. Fatura, letra pune, skica, certifikata, kontrata, gjithçka dukej normale, profesionale, e rregullt. Por pastaj, në sirtarin e fundit, ajo gjeti diçka. Një qelës. Një qelës I vogël I argjend që nuk e njihte.
Lara e mori Chelsin dhe e shikoi në dritën e dobët. Kishte një numër të gëndrimur në të. 237. Por Chelsea çfarë? Çfarë hapi? Ajo vazhdoi të kërkonte. Në fund të sirtarit, e fshehu në një tufë dokumentesh të vjetra, gjeti një zarf. Një zarf i bardhë, i vulosur. Por vula ishte thyer, sikur dikush e kishte hapur dhe pastaj e kishte mbyllur përsëri me kujdes. Me duar që i dridheshin, Lara e hapi zarfin. Brenda kishte një letër. Letra ishte shkruar me dorë, dorën e Markut. Larës time të dashur, fillonte letra. Nëse po lexon këtë, do të thotë se e vërteta ka dalë në dritë. Do të thotë se ti e di tani. E di për Klarën, e di për Noelin, e di për gënjeshtrat që kam thënë për vite. Nuk e di si të filloj të kërkoj falje. Si mund të më falësh për një gënjeshtër aq të madhe? Si mund të më falësh për një tradhti aq të thellë? Por duhet të them të vërtetën, e gjithë të vërtetën, edhe nëse më urren pas kësaj, edhe nëse emri im bëhet një mallkim në gojën tënde. U takova me Klarën 8 vjet më parë. Ti dhe unë po kalonim një periudhë të vështirë atëherë. Kujtohesh? Ti kishe humbur fëmijën tonë të tretë, abortim spontan që gati të mori jetën. Ti ishe e thyer, e larguar, e zhytur në depresion. Unë nuk dija si të ta arrija. Çdo përpjekje ime dukej e kotë. Ti më largove. Jo me dashakeqësi, por vetëm sepse ishin në vend të errët ku nuk mund të ndiqja. Klara erdhi në atë konferencë si një frym ajri të freskët. Ajo më dëgjoi, ajo më kuptoi, ajo më bëri të ndihesha i parë përsëri. Nuk ishte dashuria që më tërhoqi tek ajo fillimisht. Ishte lidhja. Ishte ndjesia se dikush më vlerësonte përsëri. E di që kjo tingëllon si justifikim i dobët. E di që nuk ka justifikim për atë që bëra. Por dua që ti ta dish se nuk ishte sepse nuk të doja. Asnjëherë nuk pushova se të dashuruari. Ti ishe dhe mbete dashuria e jetës sime. Por pastaj, Klara mbeti shtatzën. Dhe gjithçka ndryshoi. Nuk mund ta braktisja. Nuk mund t'i kthesha shpinën fëmijës sime. Por as nuk mund të lija ty dhe fëmijët tanë. Kështu që bëra zgjedhjen më egoiste të mundshme. Vendosa të mbaj të dyja jetët. Për 8 vjet jetova në 2 bota. Dhe në një mënyrë të çuditshme, të dyja ishin të vërteta. Dashuria që ndjeja për ty nuk ishte e rreme. Dashuria që ndjeja për Klarën nuk ishte e rreme. E dija se nuk mund të vazhdonte për gjithmonë. E dija se një ditë e vërteta do të dilte dhe do të shkatronte gjithçka. Por isha frikacak. Tepër frikacak për të pranuar. Tepër frikacak për të bërë zgjedhjen e vështirë. Kështu që vazhdova të gënjej, të fshehesha, të jetoja në këtë rrjet gënjeshtrash që bëhej më e komplikuar çdo ditë. Nëse po lexon këtë, do të thotë se nuk kam më shansin të kërkoj falje në person. Do të thotë se kam vdekur pa pasur gudhimin të pranoj. Dhe për këtë, jam i penduar përjetësisht. Por ka diçka që duhet të dish. Ka diçka që kam fshehur edhe më thellë se marrëdhënien time me Klarën. Gjendja ime e zemrës nuk ishte e panjohur. Mjeku më kishte paralemruar një vit më parë se kisha probleme serioze. Ai më kishte këshilluar operacion, ndryshime drastike në jetesën time, trajtime intensive. Por unë refuzova. E di që tingëllon si vetvrasje, dhe ndoshta ishta. Por nuk mund ta përballoja. Nuk mund të përballoja t'i thosha Laras dhe t'i shija frikën në sytë e saj. Nuk mund t'i thosha Klaras dhe t'a shija atë duke u shkatruar. Nuk mund t'u thosha fëmijëve dhe t'a shija fëmijërinë e tyre duke u vjedhur. Kështu që heshta. Mora barnat e mia në fshetësi. Shkova në kontrollet mjekësore duke i thënë të gjithëve se ishin udhëtime pune. Dhe shpresova se do të kisha më shumë kohë. Shpresoja se do të gjeja guximin të rregulloja gjithçka përpara se të ishte tepër vonë. Por koha mbaroi. Dhe tani, të gjithë janë lënë me rrënojat e gënjeshtrave të mia. Lara, ti meriton më të mirën.
Ti gjithmonë ke qenë gruaja më e mrekullueshme, nëna më e devotshme, partnerja më besnike. Tradhtia ime nuk ka asgjë të bëjë me ty dhe gjithçka të bëjë me dobësitë e mia. Klara gjithashtu meriton më mirë. Ajo e donte me pastërti të plot, pa e ditur kur se po ndante me dikë tjetër. Ajo ka rritur djalin tim, djalin ton, me dashuri dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Dhe fëmijët. O Zot, fëmijët. Ardiani, Elina, Noel. 3 shpirtrat më të pastër që kam sjellë në këtë botë. Asnjëri prej tyre nuk e meritonte këtë. Asnjëri prej tyre nuk duhet të vuaj për gabimet e mia. Nëse është e mundur, dhe e di se po të kërkoj të pamundurën, përpiquni të gjeni një mënyrë për të bashkëjetuar me këtë. Jo për mua, për fëmijët. Ardiani, Elina dhe Noel janë vëllezër. Ata ndajnë gjakun tim. Ata ndajnë diçka të çmuar. E di që kjo është shumë. E di që dëshirat e mia të fundit kanë pak peshë, kur kam krijuar kaq shumë dhimbje. Por nëse ka ndonjë pjesë e jush që mund të më fal, ndonjë pjesë që mund të shikoj për te i gënjeshtrave të dashurinë që ishte e vërtet, ju lutem trajtoni njëri tjetrin me mirësi. Jam penduar më shumë se mund ta imagjinoni, por nuk pendohem për asnjërin prej jush. Ju dua të gjithë, deri në frymën time të fundit. Marku. Lara e lexoi letrën 2 herë. Pastaj e lexoi një herë të tretë. Me çdo lexim, ndjeun diçka duke u thyrë në të. Zemërimi, dhimbja, hutia, kuptimi, një lloj falje të trishtueshme. Të gjitha u përzihen në një kaos emocioni që nuk mund ta përballonte. Non? Lara u kthye. Ardiani ishte në pragun e derës. Edhe në errësirë ajo mund të shihte lotët në fytyrën e tij. Gjeta diçka, tha Lara me zë të thyer, duke i treguar letrën. Ardiani hyri dhe mori letrën. Ai e lexoi në heshtje, fytyra e tij duke u bërë gjithnjë më e zbehur me çdo rresht. Kur mbaroi, ai uli letrën dhe ul në karrigen e Markut. Ai e dinte, tha Ardiani me një zë që mezi dëgjohej. Ai e dinte se po vdiste dhe nuk na tha. Ai ishte frikacak, tha Lara. Ai vetë thot, ishte tepër frikacak për të përballuar pasojat. Por çfarë duam të bëjmë tani? Pyeti Ardiani. A duam të takojmë atë grua përsëri? A duam të takojmë Noelin? Lara nuk kishte përgjigje. Si mund të kishte përgjigje për diçka kaq të komplikuar? Një zë i vogël erdhi nga dera. Unë dua të takoj. Të dy u kthyen. Elina ishte në prag, me sy të kuq nga të qarat, por me një vendosmëri të re në fytyrën e saj. Elina, filloi Lara. Jo man, tha Elina duke hyrë plotësisht në dhomë. Dëgjova gjithçka. E dëgjova letrën dhe e di që është e tmerrshme, e di që baba na tradhtoi, por ai ka të drejtë për një gjë. Noel është vëllai im, dhe ai sapo ka humbur babain e tij ashtu siç unë. Ai meriton të di se ka familje. Por çfarë duam të bëjmë tani? Lara nuk mund ta përfundonte fjalinë. Nuk e di, pranoi Elina. Por duhet të përpiqemi. Për hir të tij, për hir të Noelit. Ai është 6 vjeç nën. Ai është vetëm një fëmijë. Ardiani e shikoi motrën e tij me admirim. Kur u bëre ta që urt? Elina buzëqeshi përmes lotëve. Baba më mësoi. Ai gjithmonë thoshte se familja është çdo gjë. Tani kuptoj se ai bonte një familje më të madhe se ajo që kishte, dhe ndoshta, në një mënyrë të çuditshme, ne mund t'ja japim atë. Lara i shikoi 2 fëmijët e saj, të rinjtë e saj të bukur, që po përballeshin me një të vërtet aq të dhimbshme, me një pjekuri që ajo vetë nuk ishte e sigurt nëse e kishte. Nuk e di nëse jam e fortë për këtë, tha Lara me sinqeritet. Nuk duhet të jesh, tha Ardiani duke u ngritur dhe duke e përqafuar nënën. Ne do të jemi të fortë bashk. Elina u bashkua me përqafimin. 3 prej tyre qëndruan atje, në zyrën e Markut, duke qarë bashk,
duke mbajtur njëri tjetrin duke gjetur forcë në unitetin e tyre. Një javë më vonë, Lara gjeti veten duke u ngjitur shkallët e një pallati në një lagje që nuk e kishte vizituar asnjëherë. Apartamenti 237, numri në Chelsea. Ishte apartamenti i Klarës. Lara kishte kontaktuar Klarën përmes një numri telefoni që kishte gjetur të shkruar në një faqe të vjetër të agjendës së Markut. Biseda kishte qenë e vështirë, e nguruar, plot me heshtje të gjata, por në fund ato ishin marrë vesh për një takim. Ardiani dhe Elina ishin me të. Të tre ishin nervoz, por të vendosur. Lara trokiti në derë. Për disa sekonda, asgjë. Pastaj zëri Klarës nga brenda. Hyrni. Është e hapur. Lara e ktheu dorezën dhe hapi derën. Apartamenti ishte i vogël, por i ngrohtë dhe i dekoruar me shije. Foto familjare mbulonin muret, dhe në shumicën e tyre ishte Marku. Marku duke mbajtur Noelin, Marku duke luajtur me Noelin, Marku duke qeshur me Klarën dhe Noelin. Ishte si një version alternativ i shtëpisë së tyre, një realitet paralel ku Marku kishte jetuar një jetë tjetër. Klara doli nga kuzhina, ajo dukej më e lodhur se në funeral, me rraft të thella nën sy, por ajo u përpoq të buzëqeshte. Faleminderit që erdhët. E di se sa e vështirë është kjo për ju. Dhe për ty, tha Ardiani me butësi. Klara i vlerësoi ato fjalë me një vjen në kokë. Noeli është në dhomën e tij. Ai nuk e di ende sepse jeni këtu. I thash vetëm se do të vinin disa miq të babait të tij. Si është ai? Pyeti Elina me shqetësim. Klara e roi. Ai nuk e kupton ende plotësisht. Ai di që babai i tij ka vdekur, por në moshën 6 vjeç, vdekja është një koncept abstrakt. Ai ende pret që Marku të kthehet. Çdo ditë pyet, kur do të vi baba? Lara ndjeu një dhimbje të re në zemër. Një djalë i vogël duke pritur një baba që nuk do të kthehej kur. A mund ta takojmë? Pyeti Elina. Klara hezitoi. Ju lutem jini të butë. Ai është shumë i ndjeshëm. Ajo i udhëhoqi në një dhomë të vogël të dekoruar me postera superheroish dhe lodra. Një djalë i vogël po luante në dysheme me makinë. Kur dëgjoi hapat, ai ngriti kokën. Dhe Lara e ndjeu frymën të i ndërpritej. Noel kishte sytë e Markut. Ato sy të kaltër, të qartë, plot jetë. Ai kishte buzëqeshjen e Markut. Ai kishte edhe lëvizjet e Markut. Atë mënyrë të veçantë se si anonte kokën kur ishte kurioz. Kush janë këta, mami? Pyeti Noel me një zë të vogël, të butë. Klara ul pranë tij. Këta janë miq shumë të veçantë të babait tënd. Ata deshën të takonin. Elina u afrua ngadalë dhe u ul në dysheme. Përshëndetje Noel, emri im është Elina. Noel e shikoi me kureshtje. Ti je e madhe, sa vjeç je? 15, u përgjigj Elina me një buzëqeshje të vogël. Wow, jam vetëm 6, ta Noel, duke mbajtur 6 gishta, por do të jem 7 së shpejti. Kjo është e shkëlqyer, tha Elina. Zëri i saj dridhej pak, por ajo po e mbante veten. Ardiani u afrua gjithashtu. Përshëndetje shoku, emri im është Ardian. Noel e shikoi me admirim. Ti je dhe më i madh? Po, jam 18, tha Ardiani. Ti më kërkujton veten kur isha në moshën tënde. Lara mbeti pak prapa, duke vëzhguar. Ishte e çuditshme, por duke shikuar Noelin, ajo nuk ndjeu urrëtie, nuk ndjeu hidhërim. Ajo ndjeu diçka të papritur, butësi. Ky djalë i vogël nuk ishte bërë asgjë të keqe. Ai ishte thjesht rezultati i zgjedhjeve të Markut, dhe ai, më tepër se kushdo, ishte viktimë e situatës. Noel, tha Klara ngadalë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Ka diçka që duhet të them, diçka shumë të rëndësishme. Noel e sikoi nënën me sy të mëdhenj. Çfarë, mami? Këta njerëz, ata nuk janë vetëm miq të babait tënd. Ata janë familje. Noel duke i hutuar. Familje? Por unë nuk i kam parë kur më parë. E di dashuri, por Elina dhe Ardiani janë fëmijët e babait tënd, nga një kohë para se të njohte mamin. Kjo do të thotë se ata janë vëllai dhe motra jote.
Noel e përpunoi këtë për një moment. Vëllai dhe motra ime? Por ti më the se jam i vetëm. E di, tha Klara, dhe zëri i saj ishte plot pendim. Mamia bëri një gabim. Babai yt kishte fëmijë të tjerë dhe tani ata duan të njohin ty. Noeli shikoi Ardianin dhe Elinën me një shprehje të përzier habie dhe kureshtje. Ju jeni vëllai dhe motra ime? Po, tha Elina me butësi. E di që është konfuze. Është konfuze edhe për ne, por është e vërtet. A mund të luaj me ty? Pyeti Noel papritur. Elina qeshi përmes lodhve. Po, patjetër. Noeli dha Elinës një makinë lodër. Kjo është e preferuara ime. Babai ma bleu për ditëlindje. Ndërsa Elina dhe Noel filluan të luanin, Ardiani u ul pranë tyre, duke u përfshirë në lojë. Lara dhe Klara mbetën në këmbë, duke i vëzhguar fëmijët. Ky është surrealist, tha Lara me zë të ulët. Po, u përgjigj Klara. Kur nuk mendova se do të ndodhë kështu. Ato qëndrën në heshtje për disa minuta, duke vëzhguar. Pastaj Lara foli. Lexova letrën e ti. Klara u kthye papritur. Letra? Ai la një letër. Një letër ku shpjegonte gjithçka, edhe për gjendjen e zemrës. Klara mbylli syt. Ai më tha edhe mua, rreth një vit më parë. Unë ja kërkova të bënte operacion, të merrte trajtim, por ai refuzoi. Tha se kishte shumë për të humbur, shumë që nuk mund të rrezikonte. Ai ishte frikacak, tha Lara. Po, pranoi Klara. Por ai gjithashtu donte shumë. Ai donte aq shumë sa që nuk dinte si ta ndante. Si filloi gjithçka midis jush? Pyeti Lara. Nuk ishte pyetje akuzuese, ishte thjesht kureshtje e sinqert. Klara mori frym thellë. Ishte në një konferencë në Durrës. Unë isha arkitekte e re sapo e diplomuar. Ai mbajti një ligjëratë të mahnitshme mbi arkitekturën e qëndrueshme. Pas ligjëratës, shkuam në një darkë grupi. Ulëm pranë njëri tjetrit rastësisht. Filluam të bisedojmë. Biseda vazhdoi për orë. Ai ishte kaq inteligjent, kaq pasionant, kaq i gjallë. Ajo pushoi, duke kujtuar. Ai më tha se ishte i ndarë. Tregoi historinë e humbjes së fëmijës, të vështirësive në martesë, se si ishin larguar. E besova plotësisht. Pse nuk do ta besoja? Ai ishte kaq i sinqert, aq i hapur. Dhe kur zbulove të vërtetën? Pyeti Lara. Nuk e zbulova kurrë, deri në atë ditë të fundit, tha Klara me hidhërim. Ai ishte aq i kujdesshëm. Ai gjithmonë kishte shpjegime për gjithçka. Pse nuk mund të vinte këtë fundjavë? Pse nuk mund të takoheshi me familjen e tij? Pse nuk mund të martoheshi ende? Gjithmonë kishte arsye. Dhe unë, ashtu si idiotja që isha, i besova të gjitha. Ti nuk ishe idiote, tha Lara befas. Ti ishe e dashuruar. Klara e shikoi me befasi. Si mund të thuash kështu, pas gjithçkaje që kam bërë? Ti nuk bëra asgjë, e preu Lara. Marku bëri. Ai gënjeu të dy. Ai na manipuloi të dy. Ti je viktim, ashtu siç jam edhe unë. Klara filloi të qante. Jo më të qartë të furishme, por me lot të heshtur që rrëkonin ngadalë. Kam dashur aq shumë. E dua akoma. Edhe pas gjithçkaje, edhe pas si e di të vërtetën, zemra ime ende i përket atij burri që kurrë nuk ekzistoi në mënyrën që mendoja. Lara ndjeu diçka të qetësohej në zemrën e saj. Për një javë të tërë, ajo kishte menduar se Klara ishte armiku. Ishte tjetri që i kishte vjedhur burrin, por tani, duke e parë dhimbjen e saj, duke dëgjuar historinë e saj, Lara e kuptoi se Klara ishte thjesht një grua tjetër e thyer nga e njëjta gënjeshtër. Ne të dyja e donim, tha Lara me butësi. Dhe kjo është si tragedie, ashtu edhe burim fuqie. Sepse nëse të dyja e donim, atëherë fëmijët që ai la pas janë prej dashurisë. Klara e shikoi me mirënjohje. Si mund të jesh kaq e mirë me mua? Sepse zemërimi dhe urrëtia nuk do të kthejnë Markun, tha Lara. Ato vetëm do të na shkatrojnë të gjithë më tej. Dhe djemt, Noeli, Ardiani, Elina, ata meritojnë më mirë. Ata meritojnë një familje që, edhe pse jo konvencionale, është e mbushur me dashuri. Ato qëndrën së bashku, duke vëzhguar fëmijët që po luanin. Noeli qeshte tani.
një të qeshur të pastër, të pafajshëm. Për një moment, ai kishte harruar dhimbjen. Për një moment, ai ishte vetëm një djalë 6 vjeçar që po luante me vëllan dhe motrën e tij të sapo zbulluar. A mendon se ai po na shikon? Pyeti Klara me një zë të butë. Lara shikoi nga dritarja, drejt qiellit që fillonte të murzej. Po, mendoj se po. Dhe mendoj se është i tmerruar nga ajo që ka bërë, por gjithashtu i kënaqur që ne gjithë jemi së bashku. Ndoshta kjo ishte ëndra e tij sekrete, që një ditë, në një mënyrë çfarëdo, ne të gjithë do të mund të ishim një familje. Një ëndër egoiste, tha Lara me hidhërim, por ndoshta një që mund ta bëjmë realitet, jo për të, por për ne. Javët që pasuan ishin plot me zbulime. Lara, me ndihmën e Ardianit, vazhdoi të shqyrtonte dokumentat e Markut. Çdo ditë gjenin diçka të re. Letra bankare që tregonin se Marku kishte qenë duke mbështetur financiarisht 2 shtëpi. Mesazhe të ruajtura në një email të vjetër që tregonin konversata të dashura me Klarën. Fatura nga hotele, restorante, dhëna për udhëtime. Ishte si të zbuloje një jetë të tërë të fshehur, cop pas cope. Por zbulimi më i dhimbshëm erdhi një mbrëmje, kur Ardiani po shqyrtonte një hard drive të vjetër që kishte gjetur në një kuti në Bodrum. Ai thirri nënën dhe motrën e tij në zyrën e Markut. Duhet ta shihni këtë, tha ai me një zë të tensionuar. Në ekran kishte një folder të titulluar Kujtesa. Brenda kishte qindra video. Ardiani klikoi në njërin rastësisht. Ishte një video e Markut duke luajtur me Noelin në park. Kamera ishte vendosur në një trepjed. Marku po e ndihmonte Noelin të hidhte një top. Mirë djali im, ke krah të fortë si babai, thoshte Marku duke qeshur. Elina filloi të qante me një herë. Ai nuk e filmoi kurrë kështu me mua. Por Ardiani tundi kokën. Prit, shiko datat. Ai klikoi në një video tjetër. Kjo ishte e Elinës në moshën 10 vjeç, duke luajtur piano në një recital shkollor. Marku e kishte filmuar nga publiku dhe në fund, kur Elina përfundoi, zëri i tij dëgjohej duke thënë: "Kjo është vajza ime! Kjo është vajza ime!" Video tjetër. Ardiani duke shënuar gol në një ndeshje futbolli. Marku bërtiste dhe festonte nga tribuna. Video tjetër. Një darkë familjare ku Lara dhe Marku festonin vërvjetorin e martesës. Marku po bënte një toas. Për gruan më të mrekullueshme në botë, për 20 vjet dashuri dhe për 20 të tjera. Ai na filmoi, tha Elina me befasi. Ai filmoi të gjithë. Ardiani vazhdoi të kalonte përmes videove. Kishte qindra prej tyre, momente nga të dyja jetët e Markut, të ruajtura me kujdes, të etiketuara me data dhe përshkrime. Ai po krijonte një arkiv, tha Lara me zë që dridhej. Ai po ruante çdo moment sepse e dinte se një ditë gjithçka do të mbaronte. Ata kaluan orë duke shikuar videot. Ishte si të shikoje jetën e Markut nga perspektiva e tij, jetën e ndarë midis 2 familjeve, momentet e lumturisë të përziera me fajsin që duhet të ketë ndjerë. Në një video të fundit, të datuar vetëm një muaj para vdekjes së tij, Marku ishte duke folur drejt për drejt në kamera, duke i lodhur, i moshuar për te viteve të tij. Nuk e di nëse dikush do ta shikoj këtë ndonjëherë, por nëse po e shikon, do të thotë se jam larguar. Do të thotë se koha ime ka mbaruar. Ai mori frymthell. Dua që të gjithë ata që i dua të dinë se nuk ka pasur një ditë të vetme që nuk ka menduar për ju të gjithë. Lara, Ardiani, Elina, ju jeni qendra e ekzistencës sime. Klara, Noel, ju jeni drita që hyri në jetën time kur mendoja se e kisha humbur gjithçka. Ai u li kokën. E di që kam dështuar. E di që kam shkaktuar dhimbje të papërshkrueshme. Por dua që të gjithë të dini se çdo gënjeshtër që thash, e thash nga dashuria, jo nga keq dashuria. Kjo nuk e justifikon. Asgjë nuk e justifikon. Por është e vërteta ime. Ai ngriti kokën dhe shikoi drejt për drejt në kamera. Nëse është e mundur, ju lutem gjeni një mënyrë për të jetuar së bashku, jo si familje tradicionale.
E di se ajo ani e ka lundruar, por si njerëz që ndajnë një histori të përbashkët, që janë lidhur përmes meje, për mirë apo për keq. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të hidhur. Ardian, ti je burri që gjithmonë kam dashur të jem, i fort, i drejt, i vendosur. Kujdesu për nënën dhe motrën tënde. Elina, ti ke një zemër kaq të madhe, mos lejo që dhimbja ta bëjë ato të vështirë. Noel, edhe pse ti nuk do ta mësosh kurrë babain që un jam vërtet, shpresoj që do të mësosh burrin që doja të isha. Ai pushoi, duke luftuar me emocionet. Lara, dashuria jetësime, ti ke qenë më e mira se çdo gjë që kam merituar ndonjëherë. Falem, falem, falem. Klara, ti më dhe një shans të dytë kur mendoja se e kisha humbur të gjitha shanset. Falem për gënjeshtrën e përjetshme. Ai e mbylli syt. Dhe tani, nëse po shikoni këtë, unë jam lirë nga pesha e sekreteve. Jam lirë nga dhimbja e të qenit i ndar. Jam lirë. Dhe ju mund të filloni të shëroheni. Video mbaraj. Heshtje plot mbushi dhomën. Pastaj, Elina u hodh në krahët e nënës dhe filloi të qante me të madhe. Ardiani mbajti kokën mes duarve, Lara thjesht shikonte ekranin bosh, duke përpunuar fjalët e fundit të burrit të saj. Ai e dinte, tha Ardiani përfundimisht. Ai e dinte se po vdiste dhe po përgatitej për këtë. Dhe ende nuk na tha, shtoi Elina me hidhërim. Sepse ai donte të na mbrojë nga dhimbja, tha Lara. Edhe në fund ai po përpiqet të na mbrojë. Por duke bërë kështu, na shkaktoi më shumë dhimbje, tha Ardiani. Po, pranoi Lara. Por kjo ishte natyra e Markut. Ai gjithmonë mendonte se mund t'i rregullonte gjithçka, se mund t'i mbante të gjithë të lumpur nëse përpiqej mjaftueshëm fort. Ai nuk e kuptoi se disa gjëra nuk mund të rregullohen. Disa zgjedhje kanë pasoja që nuk mund të shmangeshin. Ajo ngri dhe shkoi te dritarja. Jashtë nata kishte rënë plotësisht. Yjet shkëlqenin në qiell. Por ai kishte të drejtë për një gjë. Ne duhet të gjejmë një mënyrë për të jetuar me këtë. Jo për të, por për ne. Një muaj pas funeralit, Lara u ftua nga noteri për leximin e testamentit të Markut. Ajo I kishte marrë me vete dhe Ardianin dhe Elinën. Ajo që nuk e dinte ishte se Klara dhe Noel gjithashtu ishin ftuar. Në zyrën e noterit, dy familjet u ulën në anë të kundërta të dhomës. Tensioni ishte I prekshëm, edhe pse tashmë kishin krijuar një lloj marrëdhënieje. Noteri, një burr në të 60-tat me mjekër të bardhë, hapi një dosje të trash. Ky është testamenti pa zakont, filloi ai. Zoti Marku e përditësoi atë vetëm 3 javë para vdekjes. Duket se ai dinte se koha e tij po I mbaronte. Ai e pastroi fytin. Do të lexoj përmbajtjen e plot, por dua t'ju paralajmëroj se mund të jetë vështirë për t'u dëgjuar. Ai filloi të lexojë. Unë, Marku Nikolli, I shëndosh mëndsh, por duke ditur se koha ime në këtë tokë po vjen në fund, lë këtë testament si dëshmia e fundit e vullnetit tim. Së pari, dua të pranoj me trishtim dhe pendim të plot se kam jetuar një jetë të dyfisht. Kam qenë I martuar ligjërisht me Lara Nikolli për 20 vjet. Ajo ka qenë bashkëshortja ime besnike, nëna e fëmijëve të mi Ardian dhe Elina. Por gjithashtu kam pasur një marrëdhënie jashtëmartesore me Klara Dushku për 8 vjet dhe nga kjo marrëdhënie kam një djalë, Noel Dushku, I cili është gjithashtu djali im I dashur. Të dy këto gra kanë qenë jetë të rëndësishme. Të tre këto fëmijë janë gjaku im, shpirti im, arsyeja ime për të jetuar. Dhe tani, duke ditur se do t'i lë pas, dua të sigurohem se të gjithë janë të kujdesur. Noteri vazhdoi të lexonte detajet e testamentit. Marku kishte ndarë pasurinë e tij në mënyrë të barabartë midis dy familjeve. Shtëpia ku jetonin Lara dhe fëmijët do të mbetej e tyre. Apartamenti ku jetonin Klara dhe Noel do të transferohej në emrin e Klarës. Llogaritë bankare, investimet, kursimet, gjithçka do të ndahej në mënyrë të drejtë. Por pjesa më e befasishme erdhi në fund. Gjithashtu, kam krijuar një fond besimi për të 3 fëmijët e mi, Ardian, Elina dhe Noel. Ky fond do të paguaj për arsimimin e tyre për të gjitha nevojat e tyre derisa të bëhen të pavarur. Por ka një kusht, që të kenë akses në këtë fond, ata duhet të mbajnë kontakt me njëri tjetrin.
duhet të takoheshin së paku një herë në muaj si vëllezër dhe motra. E di që kjo mund të duket si manipulim nga varri, dhe ndoshta është, por dashuria ime për ta është e vërtet, edhe nëse gjithçka tjetër ishte gënjeshtër. Dhe dua që ata të kenë mundësinë që unë nuk pata kurrë, mundësinë të jenë një familje e vërtet, e hapur, pa sekrete. Kur noteri përfundoi, të gjithë mbetën në heshtje. Klara kishte lot në sy. Lara ishte e zbehur. Fëmijët duken të hutuar. Kjo nuk është e drejtë, tha përfundimisht Elina. Ai nuk mund të na detyrojë të jemi familje. Ai nuk po ju detyron, tha noteri. Fondi është disponueshëm nëse zgjidhni të përmbushni kushtin. Nëse jo, ai do të mbyllet dhe të hollat do të shkojnë në bamirësi të ndryshme që Marku ka specifikuar. Sa është fondi? Pyeti Ardiani. Noteri pa përmes dokumentave. Rreth 250.000 euro, mjaft për të paguar universitet të plot për të 3, plus shpenzime jetese. Klara tundi kokën. Ai mendoi për gjithçka, apo jo? Duket se po, u përgjigj noteri. Lara u ngrit. A mund të kemi një moment privat? Të gjithë ne, pa ju. Noteri mbajti kokën. Sigurisht, do të jem jashtë nëse keni nevojë për mua. Kur dera u mbyll, 5 personat, 2 gra dhe 3 fëmijë që ishin lidhur përmes gënjeshtrave të një burri, u shikuan njëri tjetrin. Çfarë mendoni? Pyeti Lara. Mendoj se baba po na manipulon edhe nga varri, tha Ardiani me hidhërim. Por ai ka të drejtë për një gjë, tha Elina me zë të qetë. Ne jemi vëllezër dhe motra. Noel është vllai ynë, pavarësisht se si u bë. A nuk e meritojmë ne të gjithë një shans? Por si mund të jemi familje kur gjithçka filloi me një gënjeshtër? Pyeti Ardiani. Ndoshta, tha Klara, duke folur për herë të parë. Ndoshta sepse e vërteta tani është e njohur. Nuk ka më sekrete. Nuk ka më gënjeshtra. Çfarëdo që ndërtojmë nga tani e tutje, do të jetë në themelet të së vërtetës, jo të mashtrimit. Lara e konsideroi këtë. Klara, a je e gatshme për këtë? Takimet e rregullta? Bashkëpunimi në rritjen e fëmijëve? Klara mbajti kokën. Noel ka nevojë për familje. Ai sapo humbi babain e tij. Nëse Ardiani dhe Elina janë të gatshëm të jenë vllai dhe motra e tij, unë do të bëja gjithçka për ta bërë këtë të mundur. Ardiani dhe Elina shkëmbyen shikim. Ishte Elina që foli e para. Unë jam e gatshme. Noel është i ëmbël dhe mendoj se do të ishte mirë të kisha një vëlla tjetër. Ardiani meditoi për një moment, pastaj mbajti kokën. Edhe unë, por me një kusht. Ne të gjithë të jemi të sinqertë me njëri tjetrin nga tani e tutje. Asnjë sekret më, asnjë gënjeshtër më. Rënë dakord, tha Klara me njëherë. Rënë dakord, tha Lara. Dhe kështu, në atë zyrë notariale, 2 familje që ishin krijuar nga gënjeshtra vendosën të bëheshin një familje e ndërtuar mbi të rrethëtën. Muajt që pasuan nuk ishin të lehtë. Kishte momente kur Lara shikonte Klarën dhe ndjente një val zemërimi për atë që ato kishin humbur. Kishte momente kur Klara shikonte fotografitë në shtëpinë e Larës, 20 vjet memorje që ajo nuk ishte pjesë e, dhe ndjente xhelozi të thellë. Por kishte edhe momente të bukura, kur Noeli e vizitoi shtëpinë për herë të parë dhe pa dhomën e Ardianit të mbushur me trofe futbolli, sytë e tij u ndriçuan. Babai tha se ti je futbollist i mirë, tha ai me admirim. Ardiani buzëqeshi, dhe ai më tha se ti do të jesh edhe më i mirë. Kur Elina luajti piano për Noelin për herë të parë, djali i vogël u ul në heshtje të plot, i magjepsur. Kur ajo përfundoi, ai duar trokiti me aq entuziazëm sa që të gjithë qeshën. A mund të më mësosh, pyeti Noel? Do të më pëlqonte, u përgjigj Elina me një buzëqeshje të vërtet. Ngadalë, shumë ngadalë, ata filluan të ndërtonin një lloj normaliteti. Darka familjare një herë në muaj, ku të dyja familjet mblidheshin. Elina jepte mësim pianos Noelit çdo të shtunë. Ardiani e merrte Noelin në ndeshjet e tij të futbollit. Lara dhe Klara filluan të bisedonin më shumë, jo vetëm për fëmijët, por edhe për veten e tyre. Ato zbuluan se kishin shumë të përbashkëta. Të dyja donin arkitekturën, të dyja donin librat, të dyja kishin humbur të njëjtin person.
Një ditë, rreth 4 muaj pas vdekjes së Markut, Lara dhe Klara shkuan së bashku në Varrezë. Ishte hera parë që ishin vetëm të dy. Ato qëndruan pranë varit për një kohë të gjatë, pa folur. Pastaj Klara foli. E urren ende? Lara mendoi për një moment. Jo. Mendoj se e kuptoj tani. Ai ishte i thyer, i ndar, duke u përpjekur t'i bënte të gjithë të lumtur dhe duke dështuar në mënyrë spektakolare. Si mund ta urrej për këtë? Do të ishte si të urreja diçka tragjike, si një tërmet apo një stuhi. Ai nuk e kontrollonte dot sëmundjen e tij emocionale më shumë se sa mund të kontrollonte sëmundjen e zemrës që përfundimisht e vrau. Mendimi i bukur, tha Klara me butësi. Po ti, pyeti Lara, e urren? Klara tundi kokën. Jo. E dua ende. E di që është e çmendur. E di që duhet të jem e zemëruar, por zemra nuk punon ashtu. Ai ishte dashuria ime, edhe nëse dashuria ime ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Ato qëndruan së bashku, dy gra që kishin dashur të njëjtin njeri, duke ndarë dhimbjen dhe kujtimet. A mendon se ai do të ishte i kënaqur me atë që kemi bërë, pyeti Klara? Po. Mendoj se do të ishte i mahnitur dhe ndoshta, përfundimisht, i paqëtuar me veten. Një vit kishte kaluar që nga vdekja e Markut. Lara kishte vendosur të organizonte një darkë përkujtimore në shtëpinë e saj, ku të dyja familjet do të mblidheshin për të kujtuar. Drita, motra e Larës, kishte ardhur së bashku me familjen e saj. Gjithashtu kishin ardhur disa miq të ngushtë të Markut. Noel, tani 7 vjeçar, kishte rritur shumë. Ai dhe Elina kishin krijuar një lidhje të veçantë. Ardiani kishte filluar universitetin, por vinte rregullisht për t'ju vizituar dhe për të kaluar kohë me Noelin. Gjatë darkës, ndërsa të gjithë ndanin kujtime dhe rrëfime për Markun, Klara u ngrit. Ajo dukej nervoze. Ka diçka që duhet ju them, filloi ajo. Diçka që Marku më kërkoi të mbaja sekret, por që mendoj se ju meritoni ta dini. Dhoma u bë e qetë. Lara e ndjeu zemrën duke rënë. Një sekret tjetër, sa të tjera mund të kishte. Klara mori një zarf nga çanta. Marku më dha këtë 3 ditë para se të vdiste. Ai më tha të mos e hapja deri në përvjetorin e parë të vdekjes së tij. Më tha se brenda kishte një vërtet që ju të gjithë duhej ta dinit, por vetëm kur ishit të gatshëm. Ajo e hapi zarfin me duar që i dridheshin dhe nxori disa letra dhe një USB drive. Ai shkroi letra të veçanta për secilin, tha ajo, duke i ndarë ato. Një për Lara, një për Ardian, një për Elina, një për Noel dhe një për mua. Të gjithë morën letrat e tyre. Për disa minuta, vetëm tingulli i letrës që hapet dhe i lotëve të heshtur mbushi vomën. Letra e Larës ishte e gjatë. Lara e dashur, nëse po lexon këtë, një vit ka kaluar, një vit pa mua. Shpresoj që dhimbja ka filluar të zbehe. Shpresoj që ke gjetur një mënyrë për të jetuar përsëri. Ka një sekret përfundimtar që duhet ta dish. Një sekret që shpjegon shumë, edhe pse nuk justifikon asgjë. Para se të takoj aty, kur isha 20 vjeç, u fejoa me një vajzë tjetër. Emri i saj ishte Iliriana. Ajo ishte dashuria e parë e vërtet ime. Ne planifikuam të martoheshim, por 3 muaj para dasmës, ajo vdiq në një aksident makine. Kjo gati më rrëzoi. Kalova 2 vjet në depresion të thellë. Kur më në fund dola nga ai, vendosa se nuk do të lejoja kur më veten të varej aq shumë nga një person. Vendosa se zemra ime duhet të ishte e mbyllur, por pastaj të takova ty, dhe ti e rrëzove çdo mur që kisha ndërtuar. Ti më bëre të besoja në dashuri përsëri, dhe kjo më friksoi. Më friksoi thellësisht, sepse kisha humbur dashuri një herë, dhe gati si adola. Kur kalonim ato periudhë të vështirë pas abortit, frika ime e vjetër u kthye. Mendova se po të humbasja ty gjithashtu, nuk do të mbijetoja. Kështu që, në një mënyrë të çmendur, kur takova Klarën, ajo dukej si një sigurim. Nëse diçka ndodhte me ty, do të kisha dikë tjetër. Nuk do t'isha krejtësisht i vetmuar. E di se kjo është e çmendur. E di se është e sëmurë të mendosh kështu për njerëzit që do.
por ky ishte burimi i frikës, që më shtyu të boja atë që bora. Nuk po kërkoj falje, e di që ajo që bëra është e pafalshme, por dua që të kuptosh se nuk ishte nga mungesa e dashurisë, ishte nga tepria e saj, e përzier me frikën time të thellë të humbjes. Ti ishe dhe mbete dashuria e jetës sime, edhe nëse zemra ime ishte e mjaftueshme e dobët për të dhënë pjesë të vetes tek një tjetër, ti gjithmonë zotërove pjesën më të madhe. Faleminderit për 20 vjet. Faleminderit për fëmijët tanë të mahnitshëm. Faleminderit që ende po përpiqesh të bësh familje nga rrëmujat që lash pas. Përgjithmonë yti, Marku. Lara e palos letrën me duar që i dridheshin. Ajo kuptoi më shumë tani. Nuk e justifikoi, por e kuptoi. Letra e Ardianit e nxiste të ishte i fortë për nënën dhe motrën e tij. Ta mbante familjen të bashkuar. Ti ke shpirtin më të fortë që kam njohur ndonjëherë, shprante Marku. Faleminderit që ishe një djalë më i mirë se babai që të kisha dhënë. Letra e Linës ishte plot me dashuri dhe përkushtim. Mos lejo që gabimet e mia të ta bëjnë zemrën më të fortë, shkruante Marku. Zemra jote e madhe është dhurata jote më e madhe. Edhe letra e Noelit, edhe pse e shkruar për një fëmijë, ishte prekse. Djali im i vogël, kam dëshirë të isha atje për të parë duke u hitur, por e di që ke një nënë të mrekullueshme që do të mësoj gjithçka që ke nevojë të dish. Dhe tani ke një vëlla dhe një motër që do të mbrojnë gjithmonë. Klara lexoi letrën e saj me sy plot lot. Marku i kishte kërkuar falje për gënjeshtra, por gjithashtu i kishte thënë se ajo i kishte dhënë disa nga momentet më të lumtura të jetës së tij. Dhe tani, tha Klara, duke fshirë lotët, USB drive. Ajo e lidhi me laptopin e Ardianit. Në të, kishte një video të fundit. Marku, duke u shfaqur edhe më i sëmurë se në videon e mëparshme, po fliste drejt për drejti në kamer. Nëse po shikoni këtë, do të thotë se ka kaluar një vit. Do të thotë se ju, në një mënyrë çfarëdo, keni gjetur një mënyrë për të vazhduar. Kjo më jep shpresë, edhe tani, në fund. Dua t'ju them një gjë të fundit. Në këtë USB, ka gjithashtu një dosje tjetër. Fotografi dhe video nga të gjitha familjet. Por këto janë të redaktuara. Kam kaluar javë duke punuar në to, duke hequr gjithçka që përmend sekrete, gënjeshtra, jetë të ndara. Ajo që mbetet janë vetëm momentet e bukura, momentet e dashurisë së pastër. Djemt duke qeshur, vajza duke luajtur, gra duke buzëqeshur. Këto janë kujtesave që dua t'i mbani, jo gënjeshtrat, jo dhimbjen, vetëm dashurinë. Shpresoj që një ditë, kur Noel, Ardiani dhe Elina të shikojnë këto video, ata do të shohin një baba që i donte. Jo një baba të përsosur, jo një baba pa gabime, por një baba që, pavarësisht nga të gjitha gabimet, i donte me gjithë zemër. Dhe ju, gratë e mia, sepse të dyja jeni gratë e mia në mënyra të ndryshme, shpresoj që një ditë do të mund të shikoni këto dhe të buzëqeshni. Jo sepse më keni falur plotësisht, nuk e meritoj atë, por sepse keni gjetur paqe. Faleminderit për çdo moment, faleminderit për çdo ditë, faleminderit për dashurinë. Lam të mirë. Kur video mbaroi, nuk kishte një sy të thatë në dhomë. Madje dhe drita, e cila kishte qenë më e ashpër me Markun, po qante. Ardiani hapi dosjen tjetër në USB. Ishte titulluar Familja Jon. Brenda kishte qindra fotografi dhe video, të gjitha të redaktuara me kujdes për të hequr çdo referencë për jetën e dyfisht. Ajo që mbete ishte thjesht një koleksion i bukur i momenteve familjare. Ai krijoi një histori alternative, tha Ardiani me zë të habitur. Një version ku ne të gjithë jemi gjithmonë një familje. Ndoshta, tha Lara me butësi, ndoshta ky është versioni që duhet të mbajmë, jo historinë e gënjeshtrave, por historinë e dashurisë që ishte e vërtet. Pas asaj darke përkujtimore, diçka ndryshoi. Ishte sikur letra e fundit e Markut kishte dhënë leje të gjithëve për të lëvizur përpara, për të ndërtuar diçka të re nga hiri i së kaluarës. Lara filloi të shkonte në terapi. Ajo kishte nevojë për ndihmë për të përpunuar tradhtin, humbjen,
dhimbjen e komplikuar të dashuruarit e të urrëurit njëri-njëri. Terapisti i saj e ndihmoi të kuptonte se mund të mbante si kujtime të bukura, ashtu edhe kujtime të dhimbshme. Ato nuk ishin mutualisht ekskluzive. Klara gjithashtu filloi terapi. Ajo kishte nevojë të punonte përmes fajit. Faji për të qenë tjetra, faji për të dashur një burr të martuar, faji për të sjellë një fëmijë në një situatë aq të komplikuar. Por me kalimin e kohës, ajo filloi të falte veten. Ajo e kuptoi se edhe vetë kishte qenë viktime një gënjeshtre të madhe. Fëmijët përshtateshin në mënyrën e tyre. Ardiani, që fillimisht kishte qenë më i zemëruari, filloi të shikonte Marku ndryshe. Ai e kuptoi se babai i tij, me gjitha gabimet, kishte thjesht një njeri, të thyer, të frikëzuar, duke u përpjekur ai shumë sa që përfundoi duke u rrëzuar në mënyrë spektakolare. Elina, me zemrën e saj të madhe, ishte ajo që më shpejt fali. Ajo vazhdoi mësimet e pianos me Noelin dhe lidhja e tyre u bë edhe më e shtortë. Ajo gjithashtu filloi të shkruante poezi dhe tregime të shkurtra për familje komplekse, për dashuri të ndërlidhura, për falje. Noel, i vogël si ishte, e priste gjithçka me pafajësi të një fëmije. Për të, kishte të bënte thjesht se kishte fituar një vëlla dhe një motër. Nuk ishte pse të dinte të gjitha detajet e vështira. Një ditë, kur të ishte më i madh, ata do t'ja shpjegonin, por për tani, ai thjesht gëzonte dashurinë e familjes së tij të zgjeruar. 2 vjet pas vdekjes së Markut, diçka e bukur ndodhi. Ishte ditëlindja e Noelit. Ai po bëhej 8 vjeç. Të dy familjet ishin mbledhur për një festë në park. Ndërsa fëmijët luanin, Lara dhe Klara u ulën në një stol, duke i vëzhguar. A imagjinove ndonjëherë se do t'ishim këtu? Pyeti Klara. Duke ndarë këtë? Lara buzëqeshi. Asnjëherë në 1.000.000 vjet, por ja ku jemi. Si e ndjeni veten? Pyeti Klara. Lara mendoi për një moment. Kam ditë të mira dhe ditë të këqija. Ka ditë kur shoh fotografitë e tij dhe ndjej urrëtie të thellë për ato që bëri. Ka ditë të tjera kur shoh Noelin duke qeshur me Elinën dhe ndjej mirënjohje që ai jetoi këto 2 jetë, sepse pa të Noel nuk do t'ishte këtu. Dhe ai është një djalë i mrekullueshëm. Është, pranoi Klara me dashuri në zë. Ata të gjithë janë. Dhe ti? Pyeti Lara. Si po përballen? Po mësoj, tha Klara. Po mësoj që dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë. Po mësoj që njerëzit mund të bëjnë gjëra të tmerrshme dhe ende të jenë të dashur. Po mësoj që familja mund të vijë në forma që kurrë nuk i kemi imagjinuar. Ato qëndruan në heshtje për një moment, duke vëzhguar Noelin, duke u përmbitur të kapte një top që Adriani ia hodhi. Adriani qeshte, duke e përgëzuar vëllain e tij të vogël. A mendon se ai do të ishte krenar për ne? Pyeti Lara. Po, tha Lara pa hezitim. Mendoj se do të ishte i mahnitur. Ne morëm rrëmujet që ai la dhe krijuam diçka të bukur, diçka që ai gjithmonë e deshi, por ishte tepër frikacak për ta krijuar. Një familje të vërtetë, tha Klara me butësi. Po, pranoi Lara. Një familje e vërtetë, e ndërtuar mbi të vërtetën, jo mbi gënjeshtra. Në ato moment, Noel vrapoi drejt tyre, me fytyrë të kuqe dhe duke qeshur. Mama, mam Lara, shikoni sa larg mund ta hedh topin tani? Lara e ndjeu zemrën të ngrohet. Mam Lara, kështu Noel kishte filluar ta quante, dhe Lara nuk e kishte korrigjuar, sepse në një mënyrë ajo ishte bërë një lloj nëne për të. Jo nëna e tij biologjike, Klara do të ishte gjithmonë ajo, por një figurë nënore tjetër, një prezencë mbështetëse, një pjesë e familjes së tij. Tregona, tha Lara me entuziazëm të vërtet. Noel vrapoi krah, hodhi topin me gjithë forcën e tij dhe arriti një distancë befasueshme. Të gjithë duartrokitën. Elina e mblodhi topin dhe ja ktheu, duke e përqafuar vëllain e saj të vogël. Kjo është e mrekullueshme, tha Drita, e cila po qëndronte afër. Ajo kishte ardhur të pranojë marrëdhënien e re mes familjeve. Nuk do ta kisha besuar nëse nuk do ta kisha parë me sytë e mi. Ju keni marrë një situatë të tmerrshme dhe e keni kthyer në diçka të bukur. Nuk ishte e lehtë, tha Lara me sinqeritet.
Gjërat më të vlefshme asnjëherë nuk janë, u përgjigj Drita. 3 vjet pas vdekjes së Markut, Ardiani gjeti diçka gjatë rinovimit të zyrës së babait të tij. Ato kishin vendosur ta kthenin atë dhomë në një hapësirë studimi për Noelin, kur ai vinte për t'i vizituar. Prapa një platforme të vjetër librash, Ardiani gjeti një kuti të vogël metalike, që ishte fshehur aq mirë sa që kishte kaluar pa u vënë re gjatë të gjitha kërkimeve të mëparshme. Brenda kishte një ditar, diari i Markut, shkruar gjatë viteve të fundit të jetës së tij. Ardiani e mori kutin dhe zbriti poshtë ku Lara po gatuante. Nën, gjeta diçka. Kur Lara pa diatarin, ajo hezitoi. A duam ta lexojmë? A kemi nevojë për më shumë të vërteta? Ndoshta, tha Ardiani. Por ndoshta ai mund të na ndihmojë të kuptojmë edhe më shumë. Ata thirrën Elinën dhe Klaren. Të katërt u ulën në sallonin e Larës dhe filluan të lexojnë, duke kaluar faqet me radhë, duke ndarë përmbajtjen me zë të lartë. Diari ishte ndërlidhja e mendimeve të Markut, betejave të tij të brendshme, dhimbjes dhe dashurisë së tij. Kishte hyrje që ishin zemërsërse. Sot ishte për vjetori ynë, i imi dhe i Larës. U përpoqja të jem prezent, të buzëqesh, të bëja sikur gjithçka ishte e përsosur. Për gjithkohën mendoja për Klarën, e vetme në apartament, duke ditur se sot është një ditë e veçantë për mua dhe që nuk mund ta ndaj me të. Si arrita këtu? Si u bëra një njeri që shkakton kaq shumë dhimbje në njerëzit që do më shumë? Një hyrje tjetër. Ardiani më pyeti sot, nëse jam krenar për të. Unë i thash sigurisht që po. Por e vërteta është se ai duhet të jetë i turpëruar për mua. Ai është njëri personi më i integritetshëm që njoh. Dhe ai ka një baba që jeton në gënjeshtra. Çfarë lloj modeli jam unë? Dhe një tjetër. Elina luajti një pjesë të bukur piano sot. Kur përfundoi, unë qaja. Ajo mendoi se ishin lot gëzimi. Dhe ishin. Por ishin gjithashtu lot pendimi. Sepse Elina, kjo vajzë mrekullueshme, krijesa e bukur që unë dhe Lara krijuam, një ditë do të mësoj të vërtetën për mua dhe do të shkatërrohet. Kishte gjithashtu hyrje për Noelin dhe Klaran. Noel më pyet çdo herë kur do të martohej me mamin e tij. Ai dëshiron një dasëm, dëshiron që unë të jetoj me ta gjithkohën. Si them një djali 5 vjeçar se babai i tij është një gënjeshtar. Se divorci që i tregova mamit se po priste kurrë nuk ka ekzistuar. Klara më shikoi sot me aq shumë dashuri se që gati më theu. Ajo është gruaja e mrekullueshme që nuk meriton asnjë nga gënjeshtrat që i kam thënë. Meritonte një burr të vërtet, jo gjysma e një burri. Por jam tepër egoist për ta lënë. Jam tepër egoist për t'i lënë të gjitha. Por hyrja më emocionuese ishte një që kishe shkruar vetëm pak ditë para vdekjes së tij. Mjeku më tha sot se nuk më mbetet shumë kohë. Zemra ime po dështon më shpejt se sa prisnin. Mund t'jenë javë, mund t'jetë ditë. E çuditshme është se ndihem i lehtësuar. Përfundimisht, pesha e sekreteve do të ngrihet. Përfundimisht, nuk do të duhet gënjej më. Por më them për ata që lë pas. Për Larën, që do të zbuloj se 20 vjet e martesës së saj ishin të ndara me dikë tjetër. Për Ardianin dhe Elinën, që do të zbulojnë se babai i tyre nuk ishte heroi që mendonin. Për Klarën, që do të zbuloj se dashuria e jetës së saj ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Për Noelin, që do të humbas babain që mezi e njeh. Por ka një shpresë. Kam parë se si Ardiani ka filluar të pjeket në një burr të mrekullueshëm. Kam parë se si Eina ka një zemër aq të madhe sa që mund të përfshi botën. Ata do të ndihmojnë Larën ta përballojë këtë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata do të gjenë një mënyrë për të përfshirë Klarën dhe Noelin në jetën e tyre. Kjo është ëndra ime sekrete, që pas vdekjes sime, këto 5 njerëz që i duam më shumë se gjithçka tjetër, do të gjejnë një mënyrë për të qenë një familje. Një familje e çuditshme, jo konvencionale, e lindur nga tragjedia, por një familje megjithatë. Nëse kjo ndodh, nëse ata gjejnë njëri tjetrin në vend që të copëtohen nga ajo që kanë bërë, atëherë, ndoshta,
vetëm ndoshta, jeta ime nuk ka qenë një dështim total. Kur mbaruan se lexuari, të katër ishin duke qarë, por nuk ishin lot vetëm të dhimbjes. Ishin gjithashtu lot realizimi. E bëm, tha Elina me zë që dridhej. Ne bëm atë që ai shpresonte. Po, tha Lara duke fshirë lotët. Ne morëm një situatë të mërshme dhe krijuam diçka të bukur. Ne bëm atë që ai nuk ishte mjaft i fortë për të bërë. Ne tham të vërtetën, përballuam dhimbjen dhe zgjodhëm dashurinë përtej urrëties. Ai do t'ishte kaq krenar, tha Klara duke mbajtur dorën e Larës. Ishte gjesti i parë i vërtet fizik i ngrohtësisë midis tyre dhe ai ndiheshii natyrshëm, i drejtë. Ardiani mbyll dietarin me butësi. Mendoj se duhet ta mbajmë këtë, jo si sekret, por si përkujtim. Përkujtim se edhe njerëzit që duan më shumë mund të bëjnë gabime të tmerrshme. Përkujtim se ne të gjithë jemi njerëz të thyer duke bërë më të mirën tonë. Dhe përkujtim, shtoi Elina, se familja nuk përcaktohet nga përsosuria, por nga zgjedhja për të dashur pavarësisht nga papërsosuria. 5 vjet pas vdekjes së Markut, familja e zgjeruar kishte krijuar një rituale të reja. Çdo dimër, në përvjetorin e vdekjes së tij, ata shkojnë të gjithë së bashku në Varrez, jo për të qarë, edhe pse ndonjëherë ende qanin, por për të kujtuar, për të ndarë, për të festuar jetën që ishin ndërtuar nga hiri. Noel ishte tani 11 vjeç, duke u rritur në një djalë të pjekur. Ai e dinte tani të vërtetën e plot. Lara dhe Klara je kishin thënë së bashku kur ai ishte 9 vjeç, duke zgjedhur fjalët me kujdes, duke siguruar se ai e kuptonte se gjithçka që kishte ndodhur nuk ishte faji askujt përveç zgjedhjeve që babai i tij kishte bërë. Noel e kishte marrë më mirë se sa kishin shpresuar. Pra, un kam 2 nëna dhe 2 vëllezër? Kishte pyetur. Kur ata kishin mbajtur kokë, ai kishte buzëqeshur. Kjo është e mrekullueshme. Shumica e fëmijëve kanë vetëm një familje. Un kam 2. Elina ishte tani 20 vjeç, duke studiuar psikologjin në universitet. Ajo donte të ndihmonte familje të tjera të ndërlikuara, familje që po përballeshin me tradhti, sekrete, dhimbje. Ajo shpesh thoshte se historia e saj familjare ishte inspirimi i saj më i madh. Ardiani ishte 23, kishte përfunduar universitetin dhe po punonte si arkitekt, duke ndjekur gjurmët e babait të tij, por duke bërë me integritet që Marku kishte mungesë. Ai kishte një të dashur tani, një vajzë të mrekullueshme që ai ja kishte prezantuar familjes së zgjeruar. Ajo e kishte pranuar situatën pa gjykim, duke thënë, të gjitha familjet janë të çuditshme në mënyrën e tyre. Lara kishte filluar të takonte dikë, më në fund. Kishte qenë e vështirë. Si mund të besonte përsëri pas asaj që kishte kaluar? Por terapisti i saj e kishte ndihmuar të kuptonte se ajo nuk duhet të ndëshkonte të gjithë burrat për gabimet e një burri. Burri i ri, një mësues i divorcuar me 2 fëmijë, e kuptonte historinë e saj dhe respektonte kompleksitetin e familjes së saj. Klara kishte qenë single, duke zgjedhur të përqendrohej tek Noel dhe karriera e saj. Por ajo gjithashtu kishte filluar të hapet për mundësinë e dashurisë përsëri. Ndoshta një ditë, ajo i kishte thënë Larës, kur jam e gatshme, kur zemra ime është mjaft feshëruar. Atë ditë dimri, duke qëndruar pranë varrit të Markut, Lara foli. E di që ke gabuar shumë Marku. E di që na ke shkaktuar dhimbje të pabesueshme. Por di edhe se na doje. Dhe dashuria jote dhe pse e përzier me gënjeshtra solli gjëra të mrekullueshme në jetën tona. Klara vazhdoi. Na det 3 fëmijë të mrekullueshëm. Na mësove edhe nëse pa dashuri, se dashuria është më e komplikuar se sa çdo histori e thjesht mund të përshkruaj. Na mësove se falja është e mundur, edhe kur duket e pamundur. Ardiani u shtua. Na mësove se përsosuria është një mit, se të gjithë jemi njerëz të thyer duke bërë më të mirën tonë, dhe se herët apo vonë të vërtetat dalin në dritë. Elina mori radhën. Na mësove se familja mund të formohet në forma që kurrë nuk imagjinojmë, se dashuria nuk është vetëm e bardhë dhe e zezë, se edhe në errësirën më të thellë mund të gjesh dritë nëse je i gatshëm ta kërkosh. Dhe pastaj Noel, me një zë të qartë që mrekulloi të gjithë me pikurinë e tij, foli. Baba im, nuk të njoh ashtu si doja, por të njoh përmes tyre. Të njoh përmes dashurisë që mamaja ka për ty, përmes lodhëve që mam Lara ende dert ndonjëherë, përmes mënyrës se si Ardiani më mësoi futboll, ashtu si ti e mësove atë, përmes muzikës që Elina luan dhe thot se ti e doje. Ti ishe i papërsosur, por ishe i dashur, dhe kjo është e mjaftueshme për mua. Ata qëndrën atje së bashku,
5 persona të lidhur nga një njeri që nuk ishte më, por që kishte lënë një trashëgimi më të komplikuar dhe më të bukur se sa ai ndoshta kishte imagjinuar. Ndërsa dielli filloi të perëndonte, duke ngjyrosur qiellin me nuanca portokalli dhe roz, ata u larguan së bashku nga varrezat, por jo si vizitor të rastësishëm, por si familje. Një familje e çuditshme, jo konvencionale, e lindur nga tragjedia, por e mbajtur së bashku nga zgjedhja e dashur. 10 vjet kishte kaluar që nga ajo ditë pranverore, kur një grua me trëndafila të bardhë kishte ndërprer një funeral dhe kishte ndryshuar gjithçka. Lara ishte tashmë 60 vjeç, martuar me mësuesin që kishte takuar vite më parë. Ata jetonin një jetë të qetë, të mbushur me dashuri dhe mirëkuptim. Burri i saj e respektonte plotësisht lidhjen e veçantë që Lara kishte me Klarën dhe fëmijët. Klara ishte 52 vjeç, ende beqare, por e lumtur. Ajo kishte avancuar në karrierën e saj si arkitekte dhe kishte projektuar disa nga ndërtesat më të bukura në qytet. Ajo dhe Lara ishin bërë miq të ngushtë të pazakont, 2 gra që kishin dashur të njëjtin njeri, që kishin vuajtur nga gënjeshtrat e tij dhe që kishin zgjedhur dashurinë në vend të urrëties. Ardiani, tani 28 vjeç, ishte i martuar dhe kishte një vajzë të vogël. Ai e kishte quajtur Marka, një version femëror të emrit të babait të tij. Jo për të nderuar gënjeshtrat, por për të nderuar dashurinë që megjithatë ishte e vërtet. Elina, 25 vjeç, ishte bërë psikolog klinik dhe kishte hapur një praktik private që specializohej në terapi familjare. Ajo shpesh përdorte historinë e saj familjare, me leje nga të gjithë, si shembull se si familjet mund të shërohen nga tradhpia dhe gënjeshtra. Dhe Noel, tani 16 vjeç, ishte njëri i mrekullueshëm që po përgatitej për universitet. Ai donte të studionte drejtësi, tha se donte të ndihmonte njerëz të tjerë të gjejnë të vërtetën, sado e dhimbshme që mund të ishte. Një ditë pranvere, saktësisht 10 vjet nga dita e funeralit, familja e zgjeruar u mblodh përsëri. Por jo sa herë për të kujtuar vdekjen, ishte për të festuar jetën. Ata organizuan një piknik në të njëjtin park kur Marku kishte luajtur me Noelin në atë video. Ishte një ditë e bukur, me diell që shkëlqente dhe me zogj që këndonin. Ndërsa po hante, Noeli u ngrit dhe kërkoi vëmendjen e të gjithëve. "Dua të them diçka", filloi ai. Të gjithë u qetësuan duke e shikuar djalin e ri që ishte rritur në një burr të ri. "Kam menduar shumë kohë të fundit për babarin", tha Noeli. "Për njeriu që nuk e kam njohur kurrë me të vërtetë. Kam lexuar letrat e tij, kam parë videot e tij, kam dëgjuar historitë tuaja. Dhe këtu është ajo që kam kuptuar." Ai mori frymë thellë. "Babai im ishte i papërsosur. Ai bëri zgjedhje të tmerrshme që shkaktuan dhimbje të mëdha. Por ai gjithashtu donte thellësisht. Dhe nga ajo dashuria e tij për mamën Lara, për mamën, për Ardianin, për Elinën, për mua, erdhi diçka e mrekullueshme." Ai gëzoi rreth e qark duke i shikuar të gjithë në sy. "Ne, kjo familje e çuditshme, mrekullueshme, sepse pa babain dhe gabimet e tij, ne nuk do të ishim këtu së bashku. Ardiani dhe Elina nuk do të më kishin njohur kurrë me të vërtetë. Unë nuk do t'i kisha njohur kurrë ata. Mamja dhe mama Lara nuk do të ishin bërë miq, ne nuk do të kishim këtë gjë të çuditshme, të bukur që kemi ndërtuar." Lotët filluan të rrjedhin në sytë të gjithëve. Prandaj sot, 10 vjet pasi e vërteta doli në dritë, nuk dua ta kujtoj babain vetëm për gabimet e tij. Dua ta kujtoj për dashurinë që dha, edhe nëse e dha në mënyrën e gabuar. Dua ta kujtoj sepse pa të, unë nuk do të kisha 2 nënat mrekullueshme. Një vëlla që më mëson si të jem burr dhe një motër që më tregon se si të kem një zemër të madhe. Ai ngriti një gotë lëng frutash. Për babain, për gabimet e tij që na mësuan faljen, për dashurinë e tij që na mblodhi, dhe për ne, familjen e çuditshme të mrekullueshme që kishte ëndërruar gjithmonë, por ishte tepër friksak për ta krijuar. "Për ne", thanë të gjithë në kor, duke ngritur gotat e tyre. Dhe në atë moment, duke qëndruar në atë park të mbushur me dritë dhe dashuri, ata e ndjenën një prani të butë, si një erë pranverore. Ndoshta ishte shpirti i Markut duke shikuar familjen që kishte lindur nga hirja e gabimeve të tij. Ndoshta ishte thjesht imagjinat, por pavarësisht se çfarë ishte, e gjithë i ndjeu diçka. Një lloj paqeje, një lloj mbylljeje, një lloj fillim të ri. Lara e shikoi Klarën dhe buzëqeshi. Klara ja ktheu buzëqeshjen.
Nuk ishte më dhimbje atje, nuk ishte më xhelozi apo zemërim, vetëm mirëkuptim, respekt dhe një miqësi e çuditshme që ishte lindur nga vuajtja e përbashkët. Ardiani e kishte përqafuar Noelin, duke i thënë diçka në vesh që e bëri djalin e ri të qeshte. Elina po luante me vajzën e vogël të Ardiarit, duke i kënduar një melodi të butë. Burri i ri Larës po bisedonte me Dritën, motrën e Larës që gjithashtu kishte mësuar të pranonte këtë familje të pazakont. Ishte një moment i përsosur. Jo sepse gjithçka ishte e përsosur, asgjë nuk është kurrë e përsosur, por sepse ishin zgjedhur, pavarësisht nga dhimbja, pavarësisht nga kaluara, pavarësisht nga kompleksiteti, të ishin së bashku, të ishin familje. Ato mbrëmje, kur të gjithë ishin larguar dhe Lara ishte vetëm në shtëpi, ajo shkoi në zyrën e vjetër të Markut, dhomën që tani ishte një hapësirë studimi për Noelin, por që ende mbante diçka nga prania e tij. Ajo nxorri diatarin që Ardiani kishte gjetur vite më parë. E hapi në faqen e fundit, ku Marku kishte shkruar hyrjen e tij të fundit. E kishte lexuar 10 herë, por sonte, në këtë përvjetor të 10, ajo donte ta lexonte përsëri. Nëse dikush po lexon këtë, do të thotë se kam vdekur. Do të thotë se sekretet e mia janë zbuluar. Do të thotë se njerëzit që dua më shumë tani dinë të vërtetën e plotë për mua. Jo njeriu që pretendova të isha, por njeriu që me të vërtetë isha. E frikshmja është se ajo që më frikson më shumë nuk është vdekja, është mënyra se si do të më kujtojnë. A do të jem burri që tradhtoi, babai që gënjeu, burri që jetoi një jetë të dyfisht? Ndoshta, dhe ndoshta e meritoj këtë. Por nëse ka një mëshirë në këtë botë, shpresoj se do të më kujtojnë gjithashtu si burrin që, pavarësisht nga të gjitha gabimet, donte me çdo fibër të qenjas së tij, që donte aq shumë sa që e shkatroi me dashuri. Nëse Lara, Klara, Ardiani, Elina dhe Noeli janë duke lexuar këtë, dua t'ju them diçka. Ju jeni më e mira se çdo gjë që kam bërë ndonjëherë. Ju jeni shpresa ime, drita ime, arsyeja ime që jeta ime, me të gjitha gabimet, ka pasur kuptim. Nëse mund të gjeni një mënyrë për të qenë së bashku, për të mbështetur njëri tjetrin, për të qenë familje, atëherë gjithçka, e gjithë dhimbja, të gjitha gënjeshtrat, të gjitha lotët, do të kenë vlerë. Sepse ju do të keni marrë një rënim dhe do të keni krijuar diçka të bukur. Diçka që unë nuk isha mjaft i fortë për të krijuar, por që shpresoj ju të jeni. Me gjithë dashurinë që zemra ime e thyrë mund të mbaj. Marku. Lara e mbylli diatarin ngadalë. Ajo e vuri dorën mbi mbulese, duke ndjerë lëkurën e vjetër nën gishrinë të saj. E bëm Marku, tha ajo me zë të ulët në dhomën e zhbrazët. Ne e bëm atë që ti nuk mund të bëje. Ne tham të vërtetën, ne përballuam dhimbjen dhe ne zgjodhëm dashurinë. Ajo pushoi, duke dëgjuar heshtjen. Nuk do të them se të kam falur plotësisht. Ajo do të jetë një punë e një jete. Ka ditë kur ende ndjej zemrimin, kur ende ndjej tradhtin. Por ka gjithashtu ditë, shumë ditë tani, kur E shoh dobësinë tënde njerëzore dhe ndjej, jo falje, ende jo, por mëshirë, mirëkuptim, një lloj pranimit. Ajo ngrit dhe e shkoi te dritarja, duke shikuar drejt qiellit të natës. Fëmijët janë të mrekullueshëm, të tre. Ardiani është një baba i shkëlqyer, shumë më i mirë se ti. Elina po ndihmon familje të tjera të shërohen nga tradhtia. Dhe Noel është një djalë kaq i mrekullueshëm. Ai ka zemrën tënde të mirë, por jo dobësitë tua. Ai ka forcën tënde, por jo frikën tënde. Ajo buzëqeshi përmes lodhëve që kishin filluar të rrithnin. Dhe Klara dhe unë, ne jemi miq tani. A mund ta besosh? 2 gratë që ti gënjeve, që ti ndave midis tyre pa i ditur, tani janë miq. Jo sepse ne kemi harruar, jo sepse ne kemi falur plotësisht, por sepse ne kapëm se ti ishe thjesht një njeri i thyrë, që po përpiqej të mbante shumë gjëra në duar dhe që përfundoi duke i rrëzuar të gjitha. Ajo preku xhamin e ftohtë të dritrares. Ndonjëherë pyetem çfarë do të ndodhte sikur të ishe mjaft i fortë për të thënë të vërtetën gjatë jetës sate. Sikur të kishe mbedhur të gjithë dhe të kishe thënë, ja çfarë kam bërë.
ja se sa kam dështuar. Ndoshta do të ishim shkatruar, ndoshta do të ishim ndarë në copra që nuk do të mund të rimblidheshin kurrë. Ajo kthye nga dritarja dhe shikoi përreth dhomës. Ose ndoshta do të kishim gjetur një mënyrë, ashtu si e gjetëm pas vdekjes sate. Kush e di, historia nuk mund të rishkruhet. Ajo mori frymë thellë. Por kjo është çfarë di. Ne mbijetuam. Ne nuk vetëm mbijetuam, ne lulëzuam. Ne morëm dhimbjen dhe e kthyem në forcë. Ne morëm sekretet dhe i kthyem në të vërtetë. Ne morëm familje të ndara dhe i kthyem në një familje të vetëm, të çuditshme, të mrekullueshme. Ajo buzëqeshi përsëri. Kështu që po, Marku, ne e bëm atë që ti gjithmonë e deshe, por ishe tepër friksak për ta bërë, dhe ndërsa e bëm, ne u bëm më të fortë, u bëm më të mirë, u bëm më të plotë. Ajo preku ditarin një herë të fundit. Pusho në paqe, dashuri ime. Pusho në paqe me dienin se fëmijat e tu janë të mirë, se gratë që dove kanë gjetur paqe, se familja jote, familja jon, po lulëzon. Dhe me këto fjalë, Lara e la dhomën, e la të kaluarën, e la dhimbjen, jo për të harruar, asnjëherë nuk do të harronte, por për ta lejuar që ajo të jetë vetëm një pjesë e historisë së saj, jo i gjithë historia. Një vit më vonë, në përvjetorin e 11 të vdekjes së Markut, Elina publikoi librin e saj të parë. Ishte një përmbledhje esesh dhe reflektimesh për familjet jo konvencionale, për tradhtinë dhe shërimin, për dashurinë që ekziston në të gjitha format e saj të komplikuara. Libri quhej Dy gran funeral, një histori për tradhtinë, të vërtetën dhe familjen që lindi nga hiri. Në libër, Elina kishte shkruar historinë e familjes së saj me detaje të plota, me leje nga të gjithë, por kishte ndryshuar emrat dhe disa detaje për të mbrojtur privatësinë. Historia kishte prekur një nerv, mira njerëz që kishin përjetuar situata të ngjashme, tradhtie, sekrete familjare, jetë ndara, gjetën ngushëllim dhe shpresë në faqet e saj. Në ditën e lancimit të librit, e gjithë familja ishte atje. Lara, Klara, Ardiani me gruan dhe vajzën e tij, Noel që ishte tani në vitin e tij të parë të universitetit. Të gjithë ishin krenar. Kur erdhi koha për të folur, Elina hungrit përpara turmës së njerëzve që kishin ardhur për të dëgjuar. Ky libër, filloi ajo, nuk është për të gjykuar babain tim, nuk është për të thënë se çfarë bëri ishte e drejtë, sepse nuk ishte, por është për të treguar se çfarë mund të ndodh kur ne zgjedhim të vërtetën në vend të gënjeshtrave, dashurinë në vend të urrëties, faljen në vend të zemërimit. Ajo pushoi, duke kërkuar fytyrat e familjes së saj në turm. Babai im bëri zgjedhje të tmerrshme. Ai jetoi gënjeshtra për vite, dhe kur e vërteta doli në dritë, ajo gati na shkatroi të gjithë. Po ne zgjedhëm një rrugë tjetër. Ne zgjedhëm të shikojmë përtej gabimeve te dashuria që, pavarësisht nga gjithçka, ishte e vërtetë. Ajo buzëqeshi përmes lotëve. Sot, 11 vjet pas asaj dite në funeral kur një grua me trëndafila të bardhë ndryshoi gjithçka, ne jemi një familje. Jo një familje e përsosur, nuk ekziston një gjë e tillë, po një familje e vërtetë, e ndërtuar mbi të vërtetën, të mbajtur së bashku nga zgjedhja për të dashur pavarësisht nga dhimbja. Duartrotjet ishin të zhurmshme dhe të gjata, por për Elinën, momenti më i rëndësishëm erdhi pas, kur një grua në 40-at e saj ju afrua me lot në sy. Faleminderit, tha gruaja. Buri im më tradhtoi vjet më parë, kur zbulova, doja vetëm të shkatërrojnë gjithçka, ta dëmtoj ashtu si më kishte dëmtuar, por pas leximit të librit tënd, po e mendoj për falje, jo për të, por për mua, për fëmijët tan, për mundësinë e një të ardhmjeje që nuk është e ndërtuar mbi zemërim. Elina e përqafoi. Kjo është rruga më e vështirë, por premtoi se ja vjen. Atë natë kur familja u mblodh për një darkë festive, Noel u ngrit për të bërë një tost. Për Elinën, tha ai duke ngritur gotën, motrën e mrekullueshme që mori dhimbjen tonë dhe e ktheu në shpresë për mirat të tjerë. Për Elinën, thanë të gjithë në kor. Por gjithashtu, vazhdoi Noel, për të gjithë ne, për mamën që më rriti me dashuri pavarësisht nga vështirësitë, për mamlarën që më priti në familjen e saj edhe kur kishte të gjitha arsyet për të më refuzuar, për Ardianin që më mësoi se si të jem burr, për Elinën që më tregoi se si të kem zemër të madhe. Ai pushoi duke u emocionuar.
dhe për babain që nuk e njoh dot, por që në mënyrën e tij të gabuar, të thyer, na dha të gjithë dhe njëri tjetrit, për gabimet e tij që na mësuan se si të jemi më të mirë, për gënjeshtrat e tij që na mësuan vlerën e së vërtetës, për dashurinë e tij që pavarësisht nga gjithçka ishte e vërtetë. Lotët rrukonin lirisht tani përgjatë faqeve të të gjithëve. Ne jemi çudia më e bukur që kam njohur ndonjëherë, tha Noel, dhe jam kaq mirënjohës që jam pjesë e kësaj. Vonë atë natë, Lara dhe Klara u gjetën duke qëndruar së bashku në balkonin e apartamentit të Klarës, duke shikuar yjet. A imagjinove ndonjëherë? Pyeti Klara. 11 vjet më parë, në atë funeral, që ne do të përfundonim këtu? Miq, pjesë e jetëve të njëra tjetrës? Lara qeshi me butësi. Asnjëherë në 1.000.000 vjet. Në atë ditë mendoja se ti ishe armiku im, personi që më kishte vjedhur burin, që më kishte shkatëruar jetën. Dhe tani? Pyeti Klara. Lara e shikoi këtë grua që kishte ndarë pjesë të burrit të saj për vite, këtë grua që kishte vuajtur dhimbje të ngjashme, këtë grua që kishte zgjedhur dashuri në vend të urrëties. Tani, tha Lara me sinqeritet, mendoj se ti je një nga personat më të rëndësishëm në jetën time, jo sepse na lidh një bur i vdekur, por sepse na lidh një zgjedhje që bëm, zgjedhja për të qenë më të mira se rrethana tona, për të ndërtuar diçka të bukur nga rrëmuja. Klara buzëqeshi përmes lotëve. Marku do të ishte i mahnitur. Po, pranoi Lara. Do të ishte. Për më e rëndësishmja, ne jemi të mahnitura me veten, sepse ne bëm atë që ai nuk mund të bënte. Ne jetuam në të vërtetën. Atë qëndrua në heshtje për një moment, duke shijuar paqen e atij momenti, të asaj miqësie të pazakonshme, të asaj familjeje që kishte lindur nga hiri. Mendoni se ai po na shikon? Pyeti Klara. Lara shikoi drejt yjeve. Po, dhe mendoj se përfundimisht ai ka gjetur paqe, sepse ne i dham atij atë që ai gjithmonë e deshi, një familje të bashkuar, të hapur, pa sekrete. Një familje të ndërtuar mbi dashuri, jo mbi gënjeshtra. Pikërisht, tha Lara, dhe aty, nën yjet, 2 gratë që kishin dashur të njëjtin njeri, që kishin vuajtur nga gënjeshtrat e tij dhe që kishin zgjedhur të krijojnë diçka të mrekullueshme nga dhimbja, qëndruan së bashku në paqe, sepse kjo ishte vërteta përfundimtare. Dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë, ajo nuk është gjithmonë e pastër, ajo nuk është gjithmonë e drejtë, por kur ne zgjedhim ta jetojmë me sinqeritet, me guxim, me gatishmëri për të përballuar dhimbjen dhe për të gjetur faljen, ajo mund të jetë transformuese. Dhe kështu, historia e Markut, Larës, Klarës, Ardianit, Elinës dhe Noelit u bë diçka më shumë se një tregim për tradhti. U bë një testament i fuqisë së zgjedhjes, i fuqisë së faljes, i fuqisë së dashurisë që mund të ekzistojë edhe në rrethanat më të vështira. Sepse në fund, ne të gjithë jemi njerëz të thyer, duke u përpjekur të bëjmë më të mirën tonë. Dhe ndonjëherë, nga thyerjet tona më të thella, lind diçka e mrekullueshme, nëse kemi guximin ta lejojmë. Historia e Markut, Larës, Klarës, Ardianit, Elinës dhe Noelit na kujton se e vërteta, sado e dhimbshme, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Na kujton se familja nuk përcaktohet nga përsosuria, por nga zgjedhja për të qëndruar së bashku edhe kur gjithçka duket e pamundur. Dhe më e rëndësishmja, na kujton se dashuria e vërtetë, mund të mbijetojë edhe tradhtin më të thellë, nëse ne zgjedhim mirëkuptimin në vend të urrëties, faljen në vend të zemërimit dhe të vërtetën në vend të gënjeshtrave. Ky është një kujtesë për të gjithë ata që po përballen me tradhti, me sekrete familjare, me dhimbje të thella. Ka shpresë, ka një rrugë përpara, dhe ndonjëherë, nga rënojat më të dhimbshme, mund të ndërtohet diçka e mrekullueshme, nëse kemi guximin ta lejojmë.